Mirëmbrëma gjithëve, përshëndetje për gjithë juve të pranishmit këtu të Institutit për Avancim Kombëtar, njëherë edhe gjithë ata tjerët që janë në linjë me ne, përshëndetje të shumta në webinarin e radhës, me sa duket i 15 me radhë që është falas, dhe që mundi jonë është që sa më shumë dhe sa mënyrën më racionale të shërbejmë kombit në atë mënyrën më të mirë të mundshme përmes dijes dhe përmes avancimit të dijes në vendin tonë, vendin po edhe pse gjithë ata që janë të interesuar të marrin pjesë në këtë webinar. Kësaj radhe, si gjithherë, kemi profesorin tonë të çmuar dhe të nderuar, Fadil Qitakun, i cili ka shprehë dëshirën dhe është i gatshëm të na tregojë për aplikimin e neuroshkencës në biznes, një temë jashtëzakonisht interesante, një temë jashtëzakonisht e mirë, një temë që është duke na dashëm apo s'dashëm na shoqëron gjithkund. Neurobiznesi, neuroleadershipi, neuromarketingu. Për shumë kënë janë terma thuajse të njohur, po ja që ato prapavijat, prapaskenat nuk i dim një shumicë e jonja, kështu që Fadilin e falenderojmë shumë dhe ja japim fjalën. Fadil, falenderit shumë dhe të respektojmë shumë dhe kemi nderin edhe kënaqësinë të dëgjojmë. Shumë faleminderit për këtë hyrje, faleminderit edhe për apelin, domethënë që jep kombit shqiptar na bashkohet në pak. Është nder çdo herë për mua të bashkëpunojmë me gjithë juve dhe i ftojmë që edhe të tjerë që të na bashkohen. Unë, siç e cek edhe ti, sot do prezantoj një temë aplikimi i neuroshkencës në biznes. Do fokusohem të neurobiznesi, neuroleadershipi, neuromarketingu. Fadil Qitaku, që shumë tha edhe ti, domethënë që shumë prezentove, disa më njohin, disa nuk më njohin. Dha mësim në shkollimin e lartë Zvicrës për 25 vite ndërkohë dhe themeluesi Akademi Shkenca të Leadershipit në Zvicër, por jam edhe supervizor në ETH Zvicrës. Por çka më pëlqen më shumë që jam bashkëthemelues, bashkëiniciues i Institutit për Avancim Kombëtar, ku po mundohem përgjithsisë që kemi kombëtare me dal, domethënë me dal hakut që shtohen, ndaj edhe një herë që na bashkohen kolegë nderuar. Unë do fokusohem, siç thash, në këto 3 fusha këtu. Fatkeqësisht e kam anglisht këtë pjesë, do të thotë, po unë do flas shqip, sepse për shkak të kohës se më shumë dëshirë dhe përkthënia, po doja nisi me këto, do këtë blaf pak mu si e fryne që i thonë, por problemi është që neve nuk na kanë mësu trunin, domethënë në për shkolla, fatkeqësisht në gjitha shkollat, domethënë universitete, në ato këton shumë gjëra na kanë mësu që atë kemi edhe dhona shkencore as 20% s'po mundem me zbatu, do të thotë. Kështu që më ka rohi se që në 24 vite jap mësim domethënë trunin, por në anestezi edhe përpara ju kam dhënë njerëzve mësim domethënë desh me trunin. Mu pëlqen sport, jo domethënë më mut se s'jam mut sa keq kun, po karate bëj qeni ko gjatë, edhe mënona me dhënë njerëzve mësim, do të thotë me atë çka di. Që 11 vite e kusur, do të thotë përbon 12 që shkurt që kem themelu Akademinë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër, do të thotë si një domosdoshmëri që t'i fusëm gjërat më të reja, domethënë sidomos nga neuroshkenca, sepse në atë kohë, po edhe sot, kur po flas, domi, respektivisht rreziku më i madh që i kanoset botës njerëzore vjen pikërisht nga liderët jo kompetent. Domethënë qofshin familje, qofshin organizatë, qofshin në shtet, qofshin domethënë edhe në botë. Domethënë na jemi fokusuar këtu, ofrojmë kurse, domethënë prej kurseve të shkurta, por deri edhe në PhD, domethënë doktoraturë, bëjmë zbulime shkencore, bëjmë domethënë edhe konsultime, coaching e kështu me radhë, i mbulojmë gjitha këto fushat se për shkak kohës nuk do të shkoj detaj këtu, po mundi me shiqu.
Kem bashkëpunime me disa universitet tjera. Akreditimet do më jena të regjistru në Zvicër, do më në kantonën e Zvicrës me SOASA dhe me ligj të shkollimit lartë të Zvicrës, dhe i kem disa akreditime të Zvicrës, që kjo ODA Sante që është do më pjesë si themi ai kulmi i gjitha profesioneve të shëndetësisë në Zvicër. Pastaj edhe kjo do më thonë SRC këtu, pastaj në duka për shkollimin do më thonë e avancuar të Zvicrës, jemi në përfundim të akreditimit, pastaj me këto Shpitex që kështu më radhë, kurse në Shtetet Bashkuara të Amerikës jemi në finalizimin e akreditimit, jena do më thonë membership vetëm e kem do më thonë që jemi antar do më thonë të këtij institucioni më kredibil të shkolla biznisit, ku kum pas rastin që tash do më thonë patën thirrë edhe këta që ishte në nder, do më thonë na jemi si të mbarën do më thonë tash në akreditim të ta, po do më thonë ishte nder që më ftun si keynote speaker, do më thonë folës kyç në Prag, do më thonë para disa javësh, dhe edhe atje do më thonë ja dhash një rreth neuroleadershipit, do më thonë një prezent. Edhe me Emiratet Bashkuara shumë afër punoj me qit College of Dental Sciences në Rock University, ku e kemi inicu domethënë nga Akademia e Shkencave të Leadershipit të Zvicër, por bashkëpunim me ta edhe një qendër të ekscelencës që kemi inauguru ku apo shkon shpejt 2017 për shkak të dhe ku do në përbot domethënë na ftojnë, na jemi të gatshëm me domethënë me ndihmu njerëzve sa i përket domethënë metoda më të reja për më avancu leadershipi, neuroleadershipi, ku Akademia e Shkencave të Leadershipit në Zvicër fatmirësisht është një pionere në këtë fushë tani, domethënë po shifet. Tu kanë qenë me sa e di këta Ministria e Arsimit, më falni, e Shëndetësisë në të Emiratëve këtu, tash në Kuala Lumpur kanë qenë ministria, domethënë që të dy që kjo edhe që kjo më kujtohen, domethënë kanë qenë ministrive të ndryshme të Malezisë për vjen po, domethënë po mundohem bytyn ku një ditë workshop ju kemi dhënë, që ka qenë kodër të atina të ati domethënë konferencës që ka qenë, ku kam qenë të nxit edhe keynote speaker aty. Vitin e kalum në Arabin Saudite, ky ka qenë drejtori domethënë i gjithë domethënë asociacionit të mjekësisë domethënë shkencës mjekësore, domethënë medical education, pedagogjisë mjekësisë në krejt Saudinave. Kjo gruaja ka qenë që shtohen me se akëshu gunën, po këqyrja punën, dekane e universitetit më prestigjioz në Gjizan të Arabi Saudite. Më kujtohet marrënimin me njohje të nxit, ku ju pa ta dhënë domethënë profesorët mjekësisë anë këtë domethënë. Qërat, po, si të qoftë shkoj ma përshpejt me këto, me Illinois University është universitet shëndetënor, jemi të bashkëpunu, qitë pjesë e kanë marrë prej neve, qitë pjesë e kanë pru këtu. Disa për e libra që janë më rëndësi, tash, me të vërtet s'po du me po blef ose marketing këtu për veten time, po më rëndësi është që domethënë dim që kemi, gjitha këto janë edhe një pak, do të thotë, janë mune me gjithë, një libër domethënë që 100% domethënë është shkencor, domethënë unë nuk bëj diçka tjetër, domethënë që sot 100% e vërtetuar në baza shkencore, kompetencat e leadershipit në mjekësi edhe në shëndetësi, është në Amazon ajo që don me siguru mundet. Du vetë këtu me cek se janë disa libra, unë për këtyne libra si person as të një cent ose rap nuk e marr. Gjitha çka vjen këtu, po edhe para prakisht pa bëtu libra, unë e sponsorizoj domethënë mundësisht me çka kom vetë, do të thotë projektet për 1432 fëmijë që shteti barbar, gjenocidal, qetnik, serb, na i ka shumë nga jeta. Dhe vetëm këtë, domethënë çdo libër që shitet, ne ne shkojmë për projekte domethënë ty në fëmijëve që mos t'i harrojnë. Se është vështirë, me të thonë, unë e jap edhe lëndën inteligjencës emocionale, por kur i përmena 1432 fëmijë që shteti barbar serb na i ka myt, është vështirë me ligjëru për mua, domethënë.
jam të po padesht me bon teatr këtu, domethënë është vështirë. Pastaj është neuromarketing që është pjesë edhe e këtij webinari sot, është në gjuhën angleze, por vitin e kaluar kam ftu shumë, kanë thonë, gjatë pushimit mes Kështjellave dhe vitit të ri e kam përkthyer edhe në gjuhën shqipe, po kjo është anglisht. Pastaj si vjet ka dalë edhe kjo neuro leadership edhe emotional intelligence në gjuhën angleze në të trija. Kjo është në gjuhën e ëmbël shqipe. Ka qenë libri i parë në gjuhën e ëmbël shqipe që është shkruajtur, domethënë, dhe shif domethënë është në Tiranë online shumë lirë, do të thotë. Gjitha këto kushtojnë lirë, nuk kushtojnë shtrajt. Diçka po janë më të vërtet gjitha dhonat më të reja dhe çka e mira 100% mundesh me fut çdo herë në praktikë. Gjitha e kanë edhe një, domethënë çish mu apliku në praktikë. Se mu më ka interesu, çdo herë do më intereson ende çdo sen shkencore çka bëhet, a mundet më fut në praktikë. Në Akademi Shkenca të Leadershipit në Zvicër, gjithë profesorët e dinë, çdo sen çka mësojnë studentat 100% futet në praktikë. Përndryshe, domethënë as nuk i ima asoj punë. Pastaj tu kam shumë nderin, edhe në gjuhën e ëmbël shqipe është e publikuar në kjo libër, domethënë neuro leadership, inteligjenca emocionale, por edhe potenciali intelektual i diasporës shqiptare që shumë është anashkaluar dhe anashkalohet. Gjitha domethënë futen këtu janë 22 publikime bazuara në shkencë këtu, edhe në përvojë praktike që i shërbejnë për rritjen e suksesit. Që ja vlen, domethënë shifet është inkorporuar edhe do të thotë potenciali intelektual i diasporës shqiptare, ku që me vite më radhë, vite ose mane nuk më kujtohen, fillim përmes Akademisë Shkenca të Leadershipit në Zvicër, por me pas përmes i pakut, po i mundohem domethënë me bashku kokat të ndritura shqiptare dhe me kontribu shqiptar me u zhvillu. Por gjitha qito, mund e me gjithë domethënë i qita linket aty, por për se njëherë për vetën time, as të një ose as të një cent në për. Që në ato nga gjuha anglese, domethënë ato për shëpë domethënë shiten ka pak, me që se nuk kam ko me bon advertisement, me bon marketing shumë për to, ishtë duke ma shumë, po njënët lirë të shpërndani nuk është për mu. Që shtash është tjetër. Unë natyrisht i shërbej me këto domethënë dituris, por nëse vjen diçka, se njeri, unë nuk kam shkru libra me mu pasionu, domethënë. Librat nuk i lexojnë njerëz shumë, patkesisht. Po si do qoftë tani temë, neuro leadership, domethënë në termi i ri, dikush e ka një, dikush nuk e ka një, domethënë është një bazohet që domethënë me post burri madh, domethënë fatkeqësisht gratë nuk janë përmend fare dhe nuk ka bazë shkencore, aty është problemi, do të thotë. Dhe ne po mundohemi, domethënë jo po mundohemi, po tash na tregon shkenca se do të thotë gjitha dhanat nga neuroshkenca mundë me po si qysh po punon, domethënë trunit, si bën këto ndërlidhjet dhe si mundet me ndiku, do të thotë në sjelljen e njeriut, me posaçërisht domethënë tani të leadershipi që tham, por do him masanena edhe në këtë neuro biznesin edhe neuro marketingun. Çka na mundson teknologjia, jo vetëm këto qelizat nervore që shqipom këtu, domethënë, mirë po edhe këto ndërlidhjet që i thuajmë sinapse, se unë po mundohem mes me fol, mes me përdor terminologji, domethënë biologjisë ose tekniksisë, që ti kuptoj çdo kush, dhe shifet disa nga ato ndërlidhjet ose sinapse që ti thon, domethënë ato mundën permanent lindin të reja ose edhe vdesin, varet domethënë se çfarë konflikti kognitiv ka njerin kokë, domethënë me ndrunin e vet. Tashtit ato i pom domethënë ndërlidhet, po na e mundson tashtit shkenca domethënë respektivisht teknologjia që me po jo vetëm sinapset, po me po edhe receptoret. Receptoret i bjen domethënë diçka domethënë me ndërlidh, dikun duhet, sikur sa ai qelçi që futet nder, domethënë për me qelë një der duhet një receptor. Ato medikamente për shembull gjitha që i marrin dikush domethënë që për shkak të shëndetit i duan, ato duhet domethënë shkojnë për gjakën aton fiton ndërlidhen, domethënë duhet në receptorat qelizave dikon me ndërlidh, domethënë andok, me vjedhën të, për ndryshe nuk mundan me, do të thotë,
me, me shfaq atë efektin e vetë, veç. Me di të edhe këtu, po mundum me i po. Tash ti për shembull, shifet këtu është një tridimensional, për shembull, tredimensional, më fal. Shifet për shembull ndër lidhet për shifen qelizat, por këtu gjelbërta për shifen edhe receptorët. Dhe aty po është në qitë edhe esenca, ku po përqendrohen ato, është shumë komplekse e tëra, po du veç me thonë, dhe me thonë të ashtit kur gjë nuk pelen mo, dhe me nuk po imbetet rastësis. Asgjë nuk po imbetet mo rastësis, këtë po du me thonë. Disa nga votimet shkencore që i kemi bon, dhe me unë veç koj të rejt, ju kanë qenë para disa vitesh, kanë qenë të investigu në 6 shtetet më të zhvilluar botës, dhe me thonë, si shifet Zvicra, Gjermania, Austria, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada, Britania e Madhe, dhe e thom shumë me respekt, ja blef, se ata që më njohin e din që nuk kam qef me adhon halit kështu, por momentalisht është, do më thonë, punimi më i citum tër botën, do më thonë për mjekësi edhe për shëndetësi. Nëse pyet ChatGPT me çat, do më thonë, ta tregon. Ka qenë publikum British Medical Journal, do publikum, do më thonë që është një ondër çdo shkencore në mjekësinë, shëndetësi, sepse ka pas një rigiditet shumë të lartë, do më thonë metodologjik të shkencës. Dhe tash deshtën me s'deshtën, kjo është realiteti, se unë si më shefi rrojtë e mija, keni po, do më thonë, unë ku shkën në konferenca edhe, aty ku se ka njofë Kosovën, unë javë qesë flamurin, do më thonë të huna, për pora, do më thonë ja kajti si ja kajti. Në Brazil ka qenë, në Azerbajxhan edhe në tjera, sepse disa kanë vdek atje, mu s'kanë qa më mbo, do më thonë. Unë e më më futë burë, bës, ajo s'prish punë, shumë fan sa një vogël, do më dikuj që si pëlqen. Po du më thonë që ja kajti dikuj si ja kajti, do më thonë që tu, që ty në 6 vendeve, do më thonë o bon bazamenti i kompetenca të leadershipit, do më thonë për mjekësia dhe shëndetësi prej një shqiptarit. Do të deshtën edhe replikun 8 vendën ndërko. Kemë profesor Mano, ka qenë profesor, ka qenë student jonë në Akademi të Shkencave të Leadershipit në Zvicër për Brazilit, që më vërtet një gjigant i leadershipit. Njëjtin e republikuar në Amerikën Latine, shifen këtu, do më thonë, dhonat kanë livrit ka e tro, po kanë qenë shumë të rëndësishme, të na kanë qenë ato përgjithësia sociale në këtë pjesën perëndimore, do më thonë, botës perëndimore, kurse në Amerikën Latine ka ardhur, do më thonë, puna, për shembull, menaxhmenti, në radhë parë, po gjitha kanë qenë, do më thonë, me rëndësi edhe këtu. Pastaj në Azien, do më thonë, veç kontinentin jam të livrit, të qitë që këtu ka qita kuret alë, do më thonë, kanë ortonat, në Pakistan, ka që kjo, shkojmë matutje, në 2020 e kemi modelin e 2 Drenica, edhe kjo është publiku, repliku në aton këton gjitha, 25 kompetenca, vitin e kalum ja kena dhon validitetin prej neuroshkence, do më thonë që më smilon kur që rastësis. Shifet, çdo për shembull, këtu nëse shqyqojmë, për shembull që jo më rëndësi me pas dignitet edhe respekt, do më thonë lideri që fatkesisht, sidomos në politikë i shohim që rrallë, kur naja ka, po flas globalisht, po edhe në troje tomë, dhe shifen do më thonë në edukacion që ka bëhet, do më thonë drejt çfarë neurotransmitters janë më rëndësi aty, çdo sa nuk ja lëm kur gjë më rastësis. Do më thonë se ato prollat që kanë bërë përpara, po më nuhëm, do më thonë tash më thon ti lëm onash, sepse leadership i dob, teoritë e dob, do më thonë e kanë pru botën lëmshë kanë bërë. Tash jemi të e bon që saj ACBSP që kom qenë, më valni, kanë qenë të interesun gjurnalit tyne me publiku, ndaj edhe veç një pjesë që të kom prun të më thonë, sepse para se me publiku, zakonisht nuk i qesëm, po që pjesë e ja kom shpigu edhe aty në aty e kom mort njëtën, po do del shpeti, kjo ka morë që ato 63 kompetenca e ka emnin tem, po Drenicën e kom deru validitetin e kom po para meje, se për mu është vendi që të herë për para emnit tem. Po pasi që mu gjithë kjo pun me profesor Mano, me kolegun tem, do më thonë e kem bon, edhe më pa ta thonë, Mano, hajtë të bojmë qita ku e Mano, tha jo për nera, dhe tha se, ti tha burre ke bon, tha edhe unë
ta kum repliku, anek ne thash, më përse po m'vjen keq që me thonë këton bësh, jo tha për mua është nder, thash hajt burrit fort, me zërëm ka shtimet të drejtë me atën dësha patjetër me qitë edhe emrin e tij, domethënë atë që është i qumë bash, se është me rëndësi, po për to ishte nder, atën e citoj që ka thonë. Shkum tash ka është që ky neurobiznisi, domethënë një pjesë natyrisht në çdo shkencë, në ajo tjetër, domethënë edhe në kimi, në biologji, sa i den këto më mirë se son, domethënë pa u përshtiell ka pak nuk e lën, domethënë biokemia, fizika me kemi, domethënë është shumë normal kjo sen. Domethënë edhe këtu shifet domethënë ky neurobiznisi tashmë po fokusohem që to dhonat më të reja nga neuroshkenca natyrisht, po ka edhe një trup psikologji futet në to, futet biznesin natyrisht në to, që është me marrë vendime në biznes është shumë e rëndësi. Po edhe në jetë, në çdo kush, na po morëm vendime 100-200-300 herë në ditë, a me veshje të misha, a me veshja tjetër, domethënë edhe pa vetëdijshëm, si me thonë kështu. Pastaj, domethënë natyrisht që më rrit produktiviteti dhe performanca në organizatë është me rëndësi. Për çfarë me rëndësi aplikimi këtyne? Na po mundohem domethënë për me rrit organizatën, unë jam të fol edhe për Akademinë e Shkencave të Leadershipit, në Zvicër nuk është lehtë, domethënë na kemi një organizatë shkencore që më thonë, po çdo organizatë që ka punojsh domethënë sepse edhe kjo do të më mbijetu prej veti, na nuk morëm subvencione prej shtetit Zvicrës, domethënë si institut privat. Dhe duhet edhe kjo pjesa e biznesit me po, domethënë, po tregon që mund është me u rrit, domethënë angazhimi i punëtorëve në produktivitet, domethënë në ndihmon aty. Pastaj edhe eksperiencën domethënë më rrit e këtyne kostumerëve që i kemi, do të thotë njerëzve që vinë me bletën, të na janë studentat për shembull në akademi, por dikush tjetër shet diçka tjetër, dikush tjetër bën diçka tjetër, për shembull në industritë ndërtimit është e kemi këtu biznesmenin tonë të fortë, Hasan Mezinollin, domethënë në gjitha tjera bizneset, pavarësisht çka kemi na, domethënë çfarë biznesesh kemi, edhe me mujt na me kuptu ma mirë atë klientin tonë, domethënë klientin tonë. Hasani që duhet me kuptu klientin e vetë ma mirë, mu më duhet me kuptu klientin tem ma mirë, domethënë na ndihmon, domethënë komunë me fut punë, domethënë këto tonat e neurobiznisit. Pastaj që kemi disa data, domethënë donat shkencore, datat që mbledhën me ndihmojnë për me, do të thotë, me marrë vendime në situatat ndryshme natyrisht, që na ndihmon për shembull pastaj do të thotë tash me këto imigjet që mundëm me pa edhe trunit, domethënë çka po bëhet nëpër situatat të ndryshme, na ndihmojnë, po edhe tjera domethënë instrumente, tools që i kemi për domethënë se çka po bëhet në trun nëpër situata të ndryshme. Në leadershipin e parë tregova edhe më përpara, po çka janë veç benefitet këtu, domethënë ja ndihmon efektivitetin e leadershipit natyrisht, pastaj ndihmon edhe performancën në team, domethënë edhe kolaborimin, punën me njëri tjetrin natyrisht. Por domethënë e rrit edhe reziliencën edhe adaptimin, domethënë si të themi afinitetin e adaptimit të liderëve, sepse dy gjëra kur jemi këtu na duhet patjetër me cek. Një është domethënë fleksibiliteti kognitiv edhe fleksibiliteti emocional. Nëse këtu nuk i kim, domethënë ti bjen drejt e mbonar, që thonë atë nuk ka ndryshe, do të thotë. Sepse bota nuk pavarësisht, domethënë brenda familjes, domethënë kem diferenca jashtëzakonisht mëdha, sepse trunët nuk janë të njëjtë. Ti tash më thon veç un kom drejt edhe u kry, nuk ka aty kur gjë, domethënë veç ka bën probleme domethënë mëdha, edhe mon familje, më fal në korporat edhe më shumë natyrisht, sepse diversiteti domethënë të menduarit edhe qasjeve është totalisht ndryshëm. Domethënë shumë më ndryshëm se sa në familje. Për atë na duhet domethënë afiniteti ose themi ta kemi një fleksibilitet, adaptimi, do të thotë kognitiv edhe emocional.
Nuk do të thotë aty veç të kuptohem me drejt. Me fshtrin qafën çdo herë, ose me thonë çdo herë po në aton këton kur ti sipas moralit të vlerave tua e shef që domethënë nuk është mirë diçka, absolutisht, i them na fal, po kjo nuk bën, domethënë e kam fjalën, domethënë nuk i çore, domethënë pa ju adaptu, sepse s'ka sot in nesër domethënë rrezohet e vjen diçka tjetër. Nëse ti don me thonë, jo këtu shkojnë. Shumë universitete klasike, domethënë shtetënore, në vendet perëndimore për shembull, janë shumë ma çalojnë, domethënë me disa institute të reja. Ta shumë nuk po du me thonë, po unë e di që disa gjëra që e bim na, domethënë ja kalojnë na ETH Zuriut qëtë. Domethënë jam i bindur. Edhe Universiteti i Zuriut, Sports Law, po më tregon law agin në një kongres, tha po ma bëni profesor për citoj, që është bre, adin nuk ka ferë, po na e merr një studentët e Sports Law, domethënë të drejtësi sportit. Ta i thot, nuk ka fajon, po një më të mirë se sa na. Domethënë, aty veç kesh të e thonë, se ata janë regjit, ja fusim me sene domethënë që 4-50 vjet domethënë vinë me sene me këso farë gjepurash, domethënë management, janë ti smundesh kum shku në shkrim vogël, ti smundesh për shembull me menaxhu njerëz. Ti ande ki sot domethënë teori, njerëz mësojnë bën edhe master, domethënë me menaxhu njerëz. Merreti me men. Ti mundesh me menaxhu gjësende. Po ti njerëz domethënë ti mundesh me udhëheq njerëz. Nëse ki kompetenca domethënë leadershipit, jo me menaxhu. Domethënë që se farë gjërash, të që i ka ma për para, shkojmë pak vetëm këtë neuromarketing një qasje e re edhe kjo. Dhe çka po na kallëzon kjo, domethënë aplikimi i domethënë dona më të reja, domethënë neuroshkencës po ndihmon edhe në marketingun, domethënë në japjen e një qasje më tjetër. Domethënë sepse po shifet që shumë gjëra truni jon nuk mundet do të thotë me tregu. Do të thotë pjesa domethënë jo konsciente, domethënë që e pavetishme si thoj ma shqip, domethënë që nuk jena na vetishëm çka është të bon, domethënë pjesa e mund se trunit domethënë punon çashtu. Tani natyrisht që ka metoda të mëdha këta që kanë studiu marketingun i din këto gjëra, ka domethënë pyetësor të ndryshëm, Isa më pyet mu padela për të qenë që kjo në aton këton ose në pesisën ose atjetrin, pasi që jem kolegë, thot, hajt me s'te mërziti fadilin ose me s'te thëm, domethënë, të thëm që e mirë ka, dhe thot. Domethënë ka shumë influenca që domethënë influencën, dhe ti nuk e merr pe klientit për shembull atë çka do me ditë. Po trunin ti sunesh me mashtru. Ndaj po mundohen, domethënë këtu pjesë neuroshkencë në vedijet të ati procesi që me gjete. Disa nga to shifet, domethënë, janë disa tools, domethënë disa instrumente të cilat do të shqeqoj me juve më domethënë qëtë webinar. Tashti ku shkojmë, domethënë, të ky neuroplasticiteti i trunit, nuk ka gjë tjetër se si mund ndërlihet çdo qelizat nervore me njërin tjetrin. Do të thotë truni modifikon dhe po qasja është se qeliza kemi mjaft, nëse nuk na ka hin domethënë ai smuj në trun. Demen se kemi profesor Xhavidin këtu që respekt, domethënë kompost deri edhe në publikim bashkë me ta me bon modelin Lipaj, me asistuar pak se ai i tina është. Po këto ndërlidhje, kjo është shumë e rëndësishme, domethënë që tu tash sipas domethënë dona më të reja deri në 50.000 domethënë që so qeliza nervore po mundohen me vlidh në njëna me tjetrën. Kjo është qëllimi i mësumit kontekstual, se s'po du me lëshu temën, po të mësumit kontekstual, mësë me mësu për menç. Po shkon tash edhe te kjo domethënë neuro biznesi, neuro leadership, neuro marketing janë shumë më rëndësi domethënë ndërlidhja që ty në qeliza. Dhe kur vjena me ble diçka, e ka një qasje domethënë pozitive, sepse kur shkosh diçka me ble, dy gjëra janë, domethënë, çdo që me rrit kënaqësinë edhe me ul, do të thotë me ul dhimbjen, sepse kur t'jap shparet dhëm, çdo kujt e dhëm, domethënë, sepse është resurs, është nga domethënë nga ekzistenca e njerëzve, domethënë nëse si ki resurset ti
domon lodha shamunën pasarës të mi me mbjetu, me atim, domon nga evolucioni që neve në këtë botë ka qitë zoti, natyra që është dani, domon më vëshumu edhe me ashkel, me jetë si të ka, kjo, domon është evolucioni, ndaj edhe këto resurse, domon në biznes është çdo herë, ose edhe në blerje, amdhem, domethënë edhe ku knaqësia. Dhe domon ta shifet që të territorit të na, domethënë nëse duhem diçka me në rrumë, përgjithësi, domon se këto po pjellën 3 tema tash, neuro leadershipi, neuro biznesi po edhe neuro marketingu, ne e kem mundësinë, domethënë vetëm me ndru diçka në trunën tonë, nëse jem vetëdijshëm që na duhet me ndru. Këto problemi, sa ma pak kemi dije, qaq ma pak dim, a do të më ndru diçka ajo. Kurse të fëmija, neuroplasticiteti është shumë i rritur. E kem këtë qasjen, këtë rastin me këtë vajzën nga Holanda, ku ja ka një gjysën e trunit. Po truni është inteligjente, edhe që ju ka hiq pjesë domethënë të folurit, e ka formu një pjesë domethënë të folurit që sot ajo vajza domethënë i flet dy gjumë. Çka mundum na domethënë me avancu trunin tonë, business neuro leadership, neuro marketing është livritnit, domethënë lëvizjet nuk ka gjon, këtë kohë sot ku po flasim më efektive për me trenu trunin tonë se sa lëvizjet. E shohim këtu 2 javë mas aktivitete, këtu e shohim 2 muaj mas aktivitete. Disa neurotransmitter që na ndihmojnë për mu fokusu, domethënë neuro leadership, neuro marketing, tana këto mundë me i fut. Me shkëshën domethënë detajs mundi edhe me lexu. Besoj këto po dopamina për shembull, kjo adrenalina domethënë shqip i bjen acetilkolina, serotonin, glutamat. Në gjitha këto neurotransmitter tash veç me shpjegu domethënë se njerëz që vinë nga shëndetësia, mjekësia, e kanë harruar ashta biologjin, që të ndërlidhet e trunit që i po ma nenaj, do të thot ato ndërlidhen mundën me 50.000 që shë pom, ju duhet edhe substanca kimike, që të neurotransmitter, duhen, dhe më hon, në në shofim atë pjesën të bitë që të edhe njerë të më fani, na duhen që to, por mes më konë edhe kjo pjesa kimike, neurotransmitter që përithojmë, dhe më hon, në ashtë në këtë botë, qaq kompleks janë gjerat, kish me po si shduk një njeri me kun qaq që që me nëzon kjo, dhe më unë veç veta i krejt këtë tuk, dhe më unë, qaq kompleksi. Ndaj natyra i ka dhonë këto neurotransmitter që janë shumë më rëndësi, dhe se këto i kemi, dhe më unë në një nivel është rëndësi, por është më rëndësi natyrisht që të kemi edhe sinopse ku futen ato e që ushqimje, lëvizjet e gjitha fjetja mjaftë këto janë shumë më rëndësi, dhe më unë që të kemi një homostas. Qitë pjesë e këna harru emocionet, nda jem të e pagu shumë, dhe neuro leadership, neuro business, neuro marketing, shumë rëndësi janë emocionet. Dhe mund kur vjena e me blej diçka, të ty a i blejnë për emocion. Një kërë, a e ki që fare dush, që ka është, tash se s'po du me bon marketing për kjere, po përmërsisht, a kushtën 10.000 franca, a këtë në Zvicër, e kam fjallën për shambull, a kushtën 200.000, të më thonë bjen prej Cyriot nara, ose ku ta dion dhe Anasildas, ose prej Tiranës në Prishtinë në Shkupe Anasildas. Do të thotë është çështja, por ti e blen një kërë më të shtrenjtë, të më puna vetëm me emocione të fusin të. Kështu që ato, jo racionaliteti çdo herë na shtin me ble, po emocionet. Kështu që edhe për neve që bojmë biznes, ata studentat në Akademi Shkencave të Leadershipit Zvicër do të më konë të kënaqur. Nëse ata janë të kënaqur, domethënë dhe e shohin një environment, domethënë një akademi këtu që mundohet me avancu ata, edhe me kujdes për ata, me ju ndihmu, me arrit qëllimet e tyre, ata ju thonë edhe tjeve, shkoni se që aty ka mirë. Nëse nuk ja bëjmë edhe muni, domethënë sigurt të na, do të thotë aty është një problem. Çdo biznes është kjo. Kush ka biznes, domethënë ai klienti do të marrë 2-3 herë me vletë e tij, pastaj pjesa dërmuese shkon në vetdijen, që tham që shifet edhe këtu, domethënë diku 95% e trunit. Tonë që me tregu çka është të bon, domethënë njerëzve. Që ky Hellman e ka marrë Nobel Prize, e ka marrë çmimin Nobel, vetëm që të gjëra, domethënë që
nashta më pavet mu para tina ja kisha shpjegu ose Isa ose gjithë domethënë që ka një hëri domethënë rreth trunit që vite tjerë domethënë që kanë studiu domethënë kanë fjalën shëndetësi mjekësi e kështu me radhë. Po si do qoftë ai Halali Kofti ka bon këtu edhe e ka thonë domethënë shumë mirë e ka shpjegu këtë sistemin do të thotë të shpejt edhe këtë sistemin ngadalshëm ti thonë. Që ky sistemi i shpejt është çaj i nënvetdijes, domethënë që dikon 95% e trunit po ka të bëjë me to. Domethënë sepse vendos shpejt, sepse ka një qasje shumë të madhe, domethënë i bie disa numra masanenaj dhe do të thotë me që të blenë njerëz, domethënë nuk është eksplicit, është i shpejt, e ka një kapacitet shumë të lartë, është jo i vetëdijshëm çka është të bon, domethënë është implicit, nuk mundet më të kallëzu për çka, po e vjen që po shkon në një drejtim, edhe është në automatik, i automatizuar dhe nuk i duhet shumë energji trunit, domethënë nuk i duhet shumë glukozë, nuk i duhet shumë oksigjen, edhe thot hajt jam syç atina. Kjo pjesa prefrontale, domethënë që është shumë e ngadalshme, është shumë e mirë që kjo po na dallon prej shtazëve, domethënë që na mundum me planifikuar aton, po i ka disa avantazhe, është shumë e ngadalshme, e ka një kapacitet shumë të vogël. Ndaj edhe aty në çdo kulturë të botës ku shoh që thonë hey bano racional, hey harroje që kjo pjesë 95% ka të bëjë me emocionet, të sundesh me kon racional kjo pjesë është vetëm dikon 2 deri në 3 mm domethënë trash dhe shumë e limituar. Ndaj edhe kemi probleme domethënë gjërat me mësu. Është shumë problem na marrum ty domethënë ty stresu nxënësat studentat e kështu me radhë. Është eksplicite të kallëzon natyrisht, e ku ty pyetëm studentat që pjesë ti mundesh eksplicite me mësu, me pyet. Ndaj edhe provimet, domethënë kanë një validitet, reliabilitet shumë të ulët. Me të vërtetë, se studentat dinë shumë më shumë. Domethënë që pjesa ata kanë shumë njohuri, po s'në të kallëzojnë to. Ku thonë na i bim asane na janë më rëndësi si business, neuromarketing, neuro leadership këto gjëra me ditë. Për çka është tash pjesa disadvantaje, domethënë kjo pjesa prefrontale që po shifet, domethënë për racionalitet, shifet këto për ata që duan matematikën, sepse i ki 50 milion bits, domethënë që shkojnë qas shpejt, në 200 në sekundë, domethënë, edhe aja ka marrë vendimin para se marrë të rohen. E kështu që racionalitet ta disadvantage ka. Ta marrëm 100 bit, veç me shpjegu, domethënë këto janë njësite për milion në informata, domethënë njësite informata, në këtë pjesën që se koma lartë. Kurse në këtë pjesën racionale vinë dikun vetëm deri në 50 deri në 100. Do thotë që kjo pjesa emocionale çdo herë fiton. Domethënë nëse klienti yt, domethënë mundesh me bind emocionalisht, domethënë dorë që 5% çka tu bon, ai ka me blej ato. Por me met edhe në memori, po me met e mirë. Jo me mashtru që shohim në Kopën Migroja, keni po ka një herë po flas për Zvicër, e pështjellin me qëllim, edhe ajo nuk oferë, e pështjellin aksion dhe aktuel. E truni shumë shpejt mundet me mashtru. Unë jam edhe që shpjegoj këtë sene, jo mashtru ka njerë ku s'kam ku, veç që ku marrë, diçka gruja më thëtë, a petë këkëra në thikë. Domethënë, se janë fizë, me të vërtet janë jo fair. Unë kërë kom shkru atë librin, edhe më ka thonë që ka jam Alinda dhe më bab, a ka shkrujt edhe pjesën etike. Në dy atë në gjuhën angleze, para praktikisht, në gjuhën shqipe, më falni. Dyat, se është i njëjtë, veç është për të në gjuhën shqipe, o pjesa, një kapitull e ka pjesën etike, sepse ti mundesh ka neuroshkenca me mashtru trunin. Edhe ajo, unë kur nuk do t'ja kisha fal vetin, domethënë me bashkru edhe qatë kapitull, domethënë çdo sen tjetër, është ferm me ditë në biznes çdo sen, domethënë çka me bon, ama është shumë ferm me mashtru njerëz. Edhe kur të din ai domethënë që ke mashtru, ai nuk vjen herën e dytë të ti. Unë i shohë, unë po të them drejtën, pa desh tash me asi. Përveç filman për syza, nuk kum po organizat deri sot, domethënë Zvicër, në shtetin më zhvilluar botë, se lexova edhe një gazetë, domethënë kish dalë prapë me para në botë në shumë aspekte.
Domthon nuk kom pa ende, përveç filman për syza, kompani që so më nu një farë forme, se këtë sene atë ma vrojnë synin edhe trunin shpesh, që së mënu me ta lëshu dikon, me të mashtu. Ajo nuk është mirë. E në filman, tash përsëris 3-4 herë, domthon çdo kujt i them, të më shku me fëmijë kush kujt i duhen syzat. Domthon sepse ta bësh shërbimin falas edhe një herë, ti në rënë syzat që është duhur në aton këton, edhe prit jashtë, shifet. E kështu që për neve më rëndësi që kjo pjesë biznes, që me konë truni në një domethënë flow me pas, me dhon besim atij në një, sepse dy gjëra janë, ai çdo herë tutet diçka me vlerë, mos po humb. Biznesi është çdo herë, për çdo çdo kush bon biznes. Mos po humbi, mos po humbi. Domethënë edhe është si është me humb. Nuk e di statistikat, po shumë rrallë domethënë bjetojnë firma të reja që janë qenë më shumë se sa 5 vjet për shembull. Dhe çka më rëndësin si në biznes, si në leadership, marketing, emocionet në ndihmojnë me ju dhënë prioritet vendimarrje, o më rëndësi. E kem këtu për shembull një rast në Amerikë që ja kanë hiq domthon këtina tumorin truni një juristit jashtëzakonshëm, do të thotë një avokatit jashtëzakonshëm, dhe mbasandaj ai ja kanë çdo sa ka funksionu, domthon prap ka pas ikun shumë të artën aton këton, po s'ka mujt me bon vendim. Domthon jeta e tina ka marrë kohë katastrofe. Gruaja ka lshu e ka humb domthon punën çdo sen, edhe shkon te Antonio Damas, është një prej domthon shkencëtarëve kohës tonë më të avancuar. Edhe shiqon ja bën gjitha testet, shumë i meqëm ai njeri ende, edhe i thot kur po takohemi herën e ardhshme me bën një termin. Edhe ai nuk mundet me marrë vendim. Edhe këtina i duket domethënë aty, pastaj e teston, riteston, e shumë kush e ka ritestuar me roma shkurt, po domethënë kjo ndërlidhja prej pjesës emocionale të pjesa prefrontale domethënë e kanë kput gjatë atij operacioni dhe ky njeri fatkeqësisht do të thotë ka ato probleme. Çka ne mundson domethënë edhe pjesa që shtama përpara në shumë gjëra që i dim nuk mundem me thonë. Do të thotë na kemi çaq shumë dijen bazal ganglia këtu në pjesë trunit që nuk mundem fare me verbalizu. Do të thotë nuk mundem ja dhon një emër. Ty pyete studentin ç'është duhet domethënë veç ato që e kam mësuar që mundet me dhon emrin, këtu na nuk do të më nënversu. Na thonë në botën shqiptare po ma thot zemra. Në botën gjermano-amerikane thonë po ma thot barku. Domethënë Bauchgefühl në gjerman, gjermanisht, kurse gut feeling në anglisht. Domethënë është e njëjta. Tash pa desht me domethënë që është me thonë me mërzit as gjermano-anglofolës, po as shqiptarët, me këtë dioni që e kemi deri sot, nuk ka as po ma do zemra, as po ma do barku, po është dije në trum. Po s'mundesh me adhon në emën. Dhe këtu kemi dhona, domethënë, punime shkencore me pilot, ku brenda milisekunde do të bën me marrë vendim për ndryshe, domethënë, i myt pasagjerët ose veten, ose me kirurgët në Australi 95% e ty ne kanë bon, domethënë, ku librat e anatomisë nuk kanë mujt me ndihmu nga një herë, sepse shifen domethënë organet deformohen në ato këtona, ka thonë tash mund do të me prej këtu sipas themi domethënë ç'ish po ma thot zemra ose barku në anglo-gjermanofolësit, dhe 95% domethënë ka marrë një vendim të duhur. Po ne tregon domethënë shkenca që këtë dituri, tash shpedim që është në bazë ganglia, që është një deponi e diturisë, na vjen me thirr. Dhe kjo shumë rëndësi është në biznes, është në marketing, çdo vend domethënë me ditë që jo vetëm atë pjesën të ç'sh mundesh domethënë gjestet tua, domethënë sjellja tu ta tregon edhe atë dituri që e ke. Domethënë që klienti më ardh me blej prap dhe muni i sigurt, se edhe herë për përsëris kur e parën i dham atij, aty më koni i sigurt. Domethënë që produkti jot më të vërtetë është me vlerë.
Si që thash, ato marketingu tradicional, do më thonë janë të maqme, vetëm një pjesë diçka mundëm, do më thonë, si themi, më mbështet do, po jo, do më thonë, aq, ndaj, po duen gjëra të reja, do më thonë, që shtë edhe më përpora, dhe tash, neuromarketingu, do më thonë, po e merë disa mjete si tonë, disa tools që bethu në anglisht, do më thonë që më të vërtet që pjesën që na nuk vedim, nuk po mundu mas me a thonë e emën me ne kalzu, me i roma më shqip, do më thonë disa teknik që me regjistru. Një prej tyne është elektroencefalogram, është një do më thonë një term i gjatë. Këto e dim edhe do më përpara çdo kush ka një për ta, ku ka dikush fatkeqësisht me si themi epilepsi ose diçka tjetër, do më mundet me shiqu, sepse gjithë ta nervat që i tregova më përpara, do më thonë nervat tonë edhe këto qelitha nervore punojnë me rrymë, natyrisht me një intensitet më të ulët, dhe që një kohë shumë gjatë do më mundet djeri me shique, do më thonë këto rrymimin e trurit se si është. E tash po intereson neuroshkencës, derisa mjekësia për din, po pse morëm as të morëm qita, edhe me kallzu, me shique, do më çka është të bon të njëri që ende vetë nuk e din ende. Dhe shifet tash që me ra ma shkurt, do më shifet në këtë pjesën këtu, do më këtë që kjo këmish këtina, do më një paska për qilaj, që shifet tjerë për shamull. Natyrisht do vija të disa mundësi tjera që mundëm me po të më trunin, se çka është të bon, në të. Pastaj shifen që tjetërën këtu, ku janë orë këto lidhet negative që nuk i paska pëlqy, në këtë pjesën po, edhe në këtë pjesën jo. Do më tash janë në edhim të mjekësi, do më është më e komplikune, po tash qash ka orë kjo avancimi këtyne, mundet me gjitë vish një kaput që është të në gjitë kjo, edhe i shef që të rëmime. Do më veç të i po, shkon në supermarket edhe i shef, dhe mundet më po, do më a të i pëlqy, ajo, do më që kjo pjesë. Pjesa tjetër kjo është më e komplikune dhe ma kostoj, tash janë fund që të neuromarketing. Mundëm me po, ku ti simulon, jep disa artikuj atina, ajo është në atë funksional magnet rezonans, do më thonë, edhe shifën. Tash se s'po du, po do më thonë, nashta dikush i shefën e për mjekësi, se neuromarketing e ju këmë prunë, do më thonë, po më së shkojnë në detaj me këto gjera këtu, ku konkretisht mundën më dhejës diçka që jashtojnë emocionet ati, ose që i pëlqen, ose që i vlerëson, do më thonë diçka, vlerësumë, sepse gjera në mundëm, do më produkte ndryshme me prunë, po edhe në vlerat ndryshme, është më rëndësi. Në përvet sajtet ndryshme, api pëlqen që ke pjesë jo e në aton këton, po mundën më po me të vërtet, të në që ato pjesë që janë aktivizu, ju duhet ma shumë energji natyrisht, ju duhet ma shumë oksigen dhe qarkullim i gjakut e këtu, mund është me po shumë mirë që shimë të i po, dhe më me perimigjet e TFMRI që ashtë po. Po tash konkretisht, shkenca po në vërtetën, disa pjesë trunit, dhe më që po shifet, që kjo këtu e në aton këton, që më shkoj detajs, dhe më me po, dhe më që po në dhe më po e vërtetën që shme thonë, dhe më që është reliable. Pastaj e shofim se si po respondon, dhe më si po reagon, shqip me thonë, edhe ndjersitja, për shambull, e këti, dhe më të kurës. Po pa në ndjersit fare, dhe më kanë morë qaq të avancum, kanë tash, dhe më teknologji, se jo të jëmë shef, mu të njërse për shef, dhe më pa fare, dhe më mundet me pa. Aty është një aktivitet, diçka, dhe më që po lidhet simpatikusi, përfaqësuesi nervit, dhe më autonom që është, dhe më po shifet që diçka është të i pëlqy këti, ose ati ku dhe më të ajiten disa dhe më hormonet të nëshet naturisht, aty adrenaline, dopamine në aton këton, dhe më që jashtojnë, dhe më si të ime ati fokusin asojnë, ose ati vlerësës ose vlerësit që është të bo. Dhe më të shiqu. Elektrokardiogramin të adim dhe më për mjekësi gjithë kush edhim për to. Po dhe kjo pjesë të nëshet, dhe më njërës prej marketing, neuromarketing, e thonë me kombinua dhe këtë pjesën tonë. Dhe tash kena dhe transportabel, dhe më merë, edhe mjekësi ka transportabel, se me po ku për ka ato, dhe më thonë, aritmijet, për shambën cilët qasje, po dalëm tash të kjo pjesë e neuromarketingut, aja shef, dhe më thonë, mundet me bajt ato,
ja jep probandëve, njerëzve që janë të bo dhe i shef, jep produkte ndryshme dhe pa vetëdijshëm, or domthon shifet se ku po rritet, çfarë po bëhet, domethën frekuenca kështu me radhë, domthon që mos më hin tash të më shpjegoj ka gen, po do të ishin tema në veti të që atu. Edhe kjo pjesë domthon na tregon. Pastaj përcjellja e synit, domthon eye tracking, domthon ka po shkojnë tu që është më thonë ato rrugëzimet e trunit, më falni, të synit. Domethën edhe pozicionimi i pupilave të synit, shifen ka, domethën këtu special këtu syzet, tashtet dhe shifet, dhe tregon të në qitë shumë mirë, për shembull këtu ku ndez, këtë pjesë, domethën njën të i pëlqy, domethën shifet. Tash këtë pjesë të mund është me anë një website, që të shumë, domethën website-in e Institutit për Avancim Kombëtar, ose s'pishkun, domethën gjitha kompanive, domethën që i kim, ajo se që ka, ose s'pishkun domethën kompanive, ose çka do të ka, domethën mundet me vëbon, ose një produkt i vet, edhe ja vja proband dhe e shofin, domethën. Pa e ditë ata vet, ende domethën, sepse si ai influencohet. Ku ti thon, ku të vetëm isa apo pëlqen që kjo fadet, domethën unë influencohna. Domethën pa aty thu shkatin që website dhe shiqoje, vetëm shiqoje çfarë po ta mërmenja, ose shkon që supermarket dhe shiqoj që tu 5 ose 10 ose 20 produkte ose ku ta dion 3 që i kemi bon, edhe kjo mundet me versu. Pastaj çka është edhe një metodë e re, është kodimi i fytyrës, do të thotë. Ma di mimik natyrisht, domethën, po do të më kon çaq domethën e madhe diçka, që më mpati mu a jam të kesh ose a jam të do të thotë a të më pëlqy, a sot të më pëlqy ai produkti për shembull. Dhe tash e kam po teknologjinë çaq të avancuar që do të thotë çdo lëvizje të që na me sytu nuk mundem me perceptu edhe me po, që këta domethën e diktojnë, domethën kodimin e fytyrës, do të thotë në mënyrë vullnetare, po edhe në mënyrë jo vullnetare, domethën që s'unë me diktu na fare. Vullnetarisht do muna që shto me bo, tash po bëj, domethën muna me bo kështu rolat këtu, muna me kesh, ose po jo vullnetarisht, domethën është diçka që nuk muna, domethën me vetëdijsimin tem me influencue. Edhe kjo metodë do të thotë e rëndësishme, dhe në kombinim gjitha këtu, natyrisht që e bojnë domethën validitetin e një produkti ose çfarë të qoftë, domethën e rrisin. Nëse i kombinojmë domethën gjitha këto së bashku. Dhe nëse vjen te test reliabiliteti, shtohet domethën nëse rinë të njëjtat rezultate. Vetëm shkurt ne kemi disa kurse natyrisht, por rreth tyne shkoj vetëm Neuro Leadership Business, pastaj si shifet edhe këtu, domethën edhe Neuromarketing e Neurobusiness e kështu me radhë, por edhe bachelor, master, PhD për gjitha ata dhe ato që të janë të interesuar. Natyrisht janë gjuhën angleze. Kështu që referencat që të këtu është kontakti i Akademisë Shkencave të Leadershipit në Zvicër, për aty që intereson me studiu e kështu gjëra tjera, por këtu është i Institutit për Avancim Kombëtar, më falni, po deshta me lën pak më gat. Institutit për Avancim Kombëtar, info@ipac-institute.com, dhe i lust të gjithë që dojnë të na bashkohen në Institutin për Avancim Kombëtar, lajmërohen. Administratorja jonë, Arnesa Hasani, do ja vlerëgon të gjitha informacionet, pastaj këtu i shifni website-in tonë të IPAC-ut, ku janë aty antarët, pastaj edhe shumë projekte që kemi në to, dhe nëse jeni organizat e shtetënore, ose private, ose ku ta dion ministri e kështu me radhë, jeni të gjithë mirëse ardhur. Me të vërtet, unë jam shumë krenar çfarë kohë kemi të ndritura në Institutin për Avancim Kombëtar, që me të vërtet dhe ma mundën shumë me ndihmu avancimit të kombit shqiptar, sepse ne po mundohem me avancu individin, organizatat, kështu bëhen të ma thonë edhe shteti e kështu më radhë. Ju falemnderit shumë për
kohën edhe për ndëgjimin. Unë këtu përfundoj, po ta jap ty fjallën, faleminderit shumë për udhëheqjen e këtij webinari. Faleminderit nga zemra Fadil, patëm nderin edhe kënaqësinë me ndëgju si gjithmonë një temë jashtëzakonisht shumë interesante dhe shumë me pretekst që ne si komp besoj që të duhej dim edhe kemi shqyr fatin që të kemi ty edhe kemi në këtë drejtim të informuar edhe pse do shtoja që aftësitë tona edhe mundësitë tona duke pas ty janë shumë mira dhe duhet shfrytëzojmë deri në maksimum që ta kuptojmë më lehtë këtë temë, këtë njohuri, se me përparimin e shkencës është ardhur dhe kjo tash në sipërfaqe që më herët u po them drejtën vetëm bazë teje se nuk e kam pas ndëgju fjalën inteligjenca emocionale. Do të thotë për mua ka qenë diçka e panjohur, edhe pse mirëna me mjekësi edhe punoj në spital universitar, po ja që fal teje, e kjo është një aset për mendimin tim, ti je një aset kombëtar shumë i mirë që të kemi edhe tash Zoti që të kesh shëndet shumë mirë, se në bazë të asajna edhe në bazë të veprimeve edhe në bazë të gjitha asajna që ti nga shkon edhe kudo që je spjegon edhe modelet që ju ke dhënë emrat e vendlindjes, ju ke dhënë emrat e vendit tonë, e ke përfarsu dhe me dignitet edhe më të madh dhe më të mirë vazhdon të prezantosh vendin tonë. Kjo është vetëm për lakmi edhe unë të përgëzoj shumë edhe dëshiroj gjitha të mirat e botës edhe po thamë edhe njerë shoqëri që kemi. Duke mos e zgjat më shumë, do doja që gjithë pranishmëve t'ju jap fjalën nëse kanë ndonjë pyetje, se unë do e lë vetëm për në fund të bëj një pyetje, edhe pse diapazoni i gjithë kësaj teme, gjithë kësaj njohurie është shumë i lartë, po shpresoj që të dim atë thelbin ta prekmi që ti të pastaj na spjegosh edhe më në detaje disa gjëra që për dike që nuk u mirët me mjekësi, që edhe ai ta kuptoj se është më mire dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit Fadil shumë nga zemra, Zoti të dha shëndet, faleminderit shumë. Është për momentin tash mund të shtroni pyetje për Fadilin dhe shpresojmë që të kënaqemi me përgjigjet e tij. Faleminderit shumë is. Është kënaqësi edhe përgjegjësi çdo herë atë çka di me mund me ndo me kombin ton, por edhe me tërë botën, dhe siç e cekë edhe ti, mos t'im shefëm rrajt tona, sepse edhe na mujmë dim, kështu që po është krenari, kom do studenta, derisa pyet dikush veç me lidh me to, domethënë dojen master do PhD të e bon, po mbjen domethënë me të drejtën jo unë që kom shkrujt ato, po ku pe analizojnë domethënë modelin Drenica, aty po mbjen një farë, si të thëmë domethënë që është ku, është edhe në kum ditë edhe përpara në përjellën në ato në këton si literaturë, po ku pe lexoj, se tash ato punime që e bën në leadershipin ja dhon, e pe lexoj se është literaturë edhe aty atin, po më duket interesant edhe në farë mënyrë në tro që shtojnë një pikuj në gurit thot, atin domethënë pe shohin, pe analizojnë, po të thëmë, atin veprën tem, shumë për me bo, po atin po më duket domethënë diçka e mirë ku pe shohin, domethënë atin ku pe bine, pe spjegojnë njën e tjetërit e në ato më kiton. Po t'ja vlom fjallën për faleminderit shumë is, për vlerësimin për gjitha, është obligim të bëj edhe më shumë sa të muna, po gjithë bashkuna, se çdo njëri këtu është më mirë se sa tjetërit. Një pak, nuk muna me dallu. Por pyetje është Aisa, ju lutem pyetje po.
Unë kam një pyetje apo Po, Suleman të lutem. mirë, faleminderit shumë, nderuar profesor Fadil, shumë interesant ky prezantim. Unë mu që ka më interesoj kë profesor është si mund me trenirat, me trajtu thomi trunin sa më mirë, do me thonë me pakuat kalimin nga emocioni aty në kjo pjesë e emisionit deri ku merr vendime. Çka janë, do me thonë, mekanisme më të mira me trajt? Dihet thomi për përgjithësi se sporti edhe meditime, po du me ndi nga teje çka është, do me thonë, trajtimi më i mirë me bosi rutinë ditore në këta. Super, profesor Suleman, faleminderit shumë për pyetjen. Krenar që të kem ty gjithë në zënjanin në pakun me të vërtet jam çdo herë i shumë i entuziasmuar kur ju shoh domthon se çfarë bën edhe jo vetëm pjesën domthon shkencore që bën edhe profesionale, por edhe qasja do të thotë njerëzore, vllazënore dhe pro humane që shtojmë domthon në fascinon çdo herë të zënjanin dhe zënjara yti. Thash vetëm ti sjeli këtë profesor shumë pyetje mirë, ti thash shumë mirë me lëvizjet absolutisht, më do të prap me përsërit sa i përket ndërlidhjeve, do të thotë nuk ka diçka më efikase. Por ti tha jo vetëm atë, po çka ka edhe tjera, edhe meditimin shumë mirë e ceki edhe ti. Çka është edhe një tjetër që është edhe shumë akute, sidomos nga kjo pjesa, veç të gjoni të qëtu, nga që kjo pjesa ku edhe na rëmben nga njerë që kjo pjesa emocionale, dhe fatkeqësisht, pasi që ka, që që të cekë edhe ti, po më dhe disa të qesta numrat, që kanë qef, diti vjen nga biznisi, i ki qef edhe numrat, por është me rëndësi dhe monja, është science, është shkencë edhe na duhet edhe shumë mirë që po bien edhe numrat, sepse deri me dhe një kohë gjatë edhe që aty kena një dhe në Akademi Shkencave të Leadershipit, bim numra, bim dhe më thonë dhona shkencore. Sepse deri ma vonë kanë qenë soft skills. Ju thonë dhe më thonë që këtem skill, dhe më thonë këto aftësi të buta. Që t'ju thush ti të buta njerëzve, ka njerëzve që të është problemi, dhe më thonë, për që si janë qenësore, që është më thonë, po pe i hum nga pak edhe pesh, hajtë mërë se i buta. Dhe më thonë, apo dhe, që që bashkë, se super është pyetja profesor Suleman, na tash po mundohemi të thonë që nuk janë soft skills, që po thonë, dhe më thonë, veçori ose njohuri të buta, po janë shumë të forta që ku i kemë gjithë numrat. Dhe që është e ceket i shumë mirë, kjo pjesa emocionale, do më thonë, pastaj edhe ai Kehlmann që ka marrë atë Nobel Prize, çmimin Nobel, do më thonë që kjo pjesë po predominant, deshtëm zdeshtëm, do më thonë. Dhe këtu po është tash isa shumë mirë e ceku, mirë se vjen në klub vlas, po di që është më thonë rish. Unë i kom pas, nuk e di kur Sovjet i kom pas kërë jem një doktoratur, po të paktën dikun nga të 40 ose nga 70 për mi, do të më llogarit dikur. Herën e parë kom dëgju ku i kom bon këto investigimet që ty në 6 venëve, do më për kompetencat leadershipit, unë e kom po herën e parë, të lexu literatur leadershipit për inteligencë emocionale, mbesë, vetë, unë kom që vëzdarë me kom transparent. Edhe që kisha ndëgju për para, kisha bon studium për këtë mjekësis, pedagogjinë e mjekësisë, master besa në Universitet Bernit, në fakultet mjekësisë, dhe më thonë, në Los Angeles, në Illinois, Chicago, anë e kënej master, nuk kisha ndëgju ende me thonë drejten për inteligencë emocionale. A më na kisha ndëgju të sa më rëndësi emocionet ku t'javë mësim. Atë e kem ditë, dhe më. Kështu që, po tash po na e tregon, as anatomin për para që kena mësu, si tision, si tjerë, dhe më thonë, shumë ma shumë po ka, jo veç e pjesë limbik sistem që kena thonë, po ka pjesë dërmuse të më që ka të bëjmë me emocionet që shtërpytjen profesor Sulemani. Dhe tashtit këtu, pasi që po ka, dhe më thonë, do morë vendimi, nëse na nuk presum profesor Suleman, është qëllim, dhe më thonë, se na s'doj me fut për këtë pjesën racionale kënërajsaj, ose pjesës që ti qes të dyja, dhe më thonë, kjo pjesadin, për shof, emocionet dhe racionaliteti, po na duhen dyjat, po t'i puna vetëm numrat. Dhe qenë të pyetjen perfekt, që shme pas na dorim derisa të vjen që kjo pjesë, se dhe kjo nuk është e keqe,
unë s'po du me folë për këto kunëri, është që na veçën prej shtanzëve, që me thonë. Dhe gjitha këto pjesë, do më thonë, me vedje që në bon, operacionale, naj projekt që i bojmë, gjitha na i bojmë me qitë pjesë. Absolutisht. Mirë po, problemi po është kur të na merë që kjo pjesë, tash po bidi qka të talë tragjike, po vetëm me qo. E kom pas një rast, se adin unë kom qenë aty edhe në atakun në Universitet Spitalin, unë jam konë të mësu anestezin atje. Më pas kom shku në Rheinfelden, ku kom bo dhe emergency, këtë emergencë në falë po. Dhe më kujtohet një herë kem pas një rast, dikush e kish një njeri, shumë emocionale, po më dhëtë me thirë, veç me shpjegua ato që kam pyti profesor Sulemoni, njoni e kish vra grun e vetë, më kujtohet cisët. Edhe atje koftë rike, dhe më thonë, pjesën e për me trupit, ajo gruja e zhveshur. Të thëtë, pësë në harrekur, sepse është pjesën limbike, bëtën në trutem, dhe pythëm policëve, sojën vrarë, sepse ti e kitimin tënë, edhe së në është me fut në luft aty, dhe ma është me mbrojt. Edhe, po më thëtë që kjo gru, thëtë, po nuk e di tjerë. Tha shko, shiqoj, dhe ma hunë shpe atje, na janisëm me reanimu atë gru, edhe ata e mbanin atë, burri vetë kishë vra atë gru. Edhe nuk kanë qenë shqiptarë, vetëm thëmë, sepse shpesh vjen kjo stigma shqiptarë. Trunat janë trëngë, dhe ma hunë bëtin. Po, veç po du me cekë që aton. Pastaj e gjetën një qikë dvogël, kishë pashkum për drëmë, më shefe shkreta, e ka po që e ka bo babën nëqë. Po mje keq është shumë emocionale që për biket, po veç me spjegu. Dhe a njeri, veç po du me prunë këto, pastaj vi të ajo, a njeri e ka desh grunë e vetë. Nuk e marta njeri dikon për e desh. Po du veç me thonë, 8 miliard njerës, 8 miliardat ndryshme të trunit. Këta që e presëm, pritshmëria është shumë e madhe, expectation, pritshmëri shqip. Dhe më pritshmëria është jashtëzakonisht e madhe. Dhe këtu janë problemet. Dhe ai kur e ka vra grunë e vetë, ka qenë këtu. Po të mendon të racionalisht, veç atë po du me thonë. Veç një trome, veç mund dalë pak, ose me dalë jashtë, dhe më grindjes, se ajo gru, edhe nëse ai ku ta dion çka ka bon për to, ka shku me dikon tjetër, jam totalisht ashtu të supozu. Po ajo është non e qasoj qike. Dhe më e tina. E në tonë e dim fëmija mbi gjitha që kanë fëmi këtu. Dhe më honë e bojnë kabull me aku dorë betit ose dhe kryt, veç mes me bojnë fëmis diçka. E tani që tu është problemi, dhe më unë a thëmë ka reagru në afekt. Gjdo herë ka reagru në afekt, se racionaliteti është veç maksimal 3 mm. Po duhet Sulemon i dashur me prit. Sa të mundë me prit, me ndru qasjen, vetëm me dalë për jashtë, po t'ish dalë a njeri, unë të pru t'i shka të jetë ekstreme tani, po vetëm t'ish dalë a jashtë për jasoj shpi, për jasoj dere, nashta do më thonë nuk e kishë ragru në vetë. Tani të tjirat, nuk e kom këtu, Sulemon po muna me gjithë, nashta ma vënë ta ja përkoj gjithë. Stanford University, Universiteti Stanfordit, ka bo një punim koha po shkon shpejt, duket para një viti e gjysë ose 2. Dhe metoda ma efikase, kur po vlasëm sot, sa është 26 nëntor, është 2 herë me marë frymë dhe do më thonë me bo një frymë qitje shumë nga dalshme. Tonë po e demonstroj, nda edhe hiqa, është që kjo. Do me mbyll buzët kur të bësh do më qetë frymë. Po kjo qitja e frymës tjetë të paktën 2 herë më e gjatë se sa marrja e frymës 2 herë që morëm. Marrja e frymës 2 herë, pe i bjen këto alveolet që kim, do më thonë mushkrive me stërmbush me oksigjen, sepse na morëm frymë një herë, morëm qështu një herë, kërkus merë 2 herë. Po ata po thujnë dikun merë frymën e parë sa të merë dikun 80%, pastaj edhe një ato po oksigjenohen, me pas e len pak dhe 2 herë mas gjatë do më thonë këtë frymqitjen, që është me thonë.
që thash po. Dhe aja, Suleman, po e bën tash se na do të më shku, biologjia është kjo punë. Na kem, kur e ka myt ai grunë vet, ose në çdo aspekt, se fatmirësisht jo çdo herë ndodhin këtu, po ku të grinde me dikon, ose na çdo herë e shohim domethënë që nuk kem resurse me ballafaqu me atë situatë. Dhe na bën çdo herë në biznes, çdo herë. Domethënë jeni në stres dhe çohet ky simpatiku, si domethënë adrenalina, noradrenalin, dopamin rritën, domethënë. Dhe neve na duhet këtë sistem tani me ul automatikisht. Ka deri me sot. Domethënë që njëri që janë jufu. Dhe nëse na merr me anja veç me zot edhe qiton, domethënë me përfundu se the, e përfundojmë, nëse ja dalëm dikun vetëm 5 minuta në ditje, domethënë kemi mjaft dhëna prej Stanford University, domethënë që kanë qenë edhe në cell e kanë publiku, që nuk ka let me publiku, domethënë qelis, është një gjëna shumë i jashtësisht. Domethënë nuk ka ma efikas se që kjo, domethënë edhe ma shpejt. Nëse arrim dikun 5 minuta, na s'kem kur, domethënë me bon qito, shumë ma efikas se sa meditimi, vetëm qëtë frimarje, 5 minuta. Po ullet frika, që çdo kush nga ne e ka, është shumë normal, është një emocion, po ajo tërë frika, po ullet pastaj stresi negativ, domethënë për njerëz që nuk kanë kohë, që jo mon edhe i atil, edhe gjithë na këtu, nuk ka ma efikase se që kjo shumë e lehtë. Bile kisha me thonë, hajt, nëse na jep isa veç 1 minutë, domethënë ta praktikojmë edhe këtu, gjithse na shta audiencatën që e bën, me të vërtetë të shiqojnë çka po bëhet, sidomos kur të qesëm frymën, shiqoni çka është ndodh me ekstremitetet e poshtme, domethënë me komt edhe me komt po. Domethënë ku të qesëm apo relaksohen edhe po njen më të nxehta apo jo. Për demonstroj edhe një herë pa fol të bëm një 3-4 herë, se na bën mirë edhe neve. Faleminderit shumë. Po më tekën domethënë më kujtohen edhe shumë fjalor që ka edhe pi më parë nga filozofa dhe thotë kontrollive deine impulse apo schlaf eine Nacht darüber. Domethënë gjithë lidhet domethënë me këta punë që thotë ty me pas sabër, me pas durim në atë moment edhe mas me reagu. Po faleminderit shumë për shpjegimin edhe mendoj që ka shumë fjalore edhe domethënë që lidhen me punën që. Edhe atë punim do t'ja dërgoj në këtë WhatsApp që jena po. Veç që tonë edhe njerë të bojmë 3-4 herë nashta veç, të mund që kjo vjen. E pastaj të shtëpia se besho edhe biu të ishtim duket të jetu në moderu në kohës. Po, vazhdoj lutem ti. Po, unë do vazhdoj me ka dikush tjetër në pyetje? Bebiu, profesor Bebiu, urdhroj nderuar. Përshëndetje gjithëve. Deshta pak edhe nrofsim praktik edhe pak 2-3 çështje. Pak a shumë edhe lidhet edhe me atë pyetjen paraprake. Unë po flas për vete që unë mendoj që në shumicën e rasteve në vlere që i bëj unë për veti, për familjen edhe për punën atje, shumë a shumë e kam atë pjesën racionale se sa emocionale, se jeta më ka mësu, më ka bë tillë, jeta në drejtim, më vonë të ridal pak edhe të ajo pjesa që pyetja në çfarë mënyre, qysh me arrit na këtë shkollë. Normalisht që filozofia i përmeni edhe filozofët, të më thëmë stoikët, stoicizmi që përmenet atje, ata gjithmonë kanë dhënë këshillat ndryshme që qysh na me arrit këtë shkollë që pjesa racionale mja mujt asoj anës emocionale në çdo sjellje, në çdo veprim tonin që e bojmë. Apo ta përkthejmë në këtë gjuhën tonë burrnia. Kur kanë folë njerëzit për burrnin, kjo është një lloj i burrnisë. Domethënë, që kjo është me stoicizmi, lidhet me stoicizmin edhe me atë filozofinë që ne mës me konë euforik, mës me konë me emocione, po kur të flasim diçka, të flasim me racionalitet, edhe sjelljet, edhe veprimet, edhe fjalët, domethënë të jenë me racionalitet. Te kjo pika
që u përmend bazal ganglia, tash unë po flas në mes dy fushave që nas njëun që jam ekspert, as në ato të neuroshkencës edhe as në të anën tjetër, domethënë që ku po du me dalë. Njeriu sipas çështjeve fetare, njeriu vjen në këtë botë me disa informata paraprake. Tash unë kur e kam dëgju për herën e parë, unë e kam menduar që bon vaki që kjo bazal ganglia është ajo me cilat njeriu vjen me disa informata paraprake, apo që përmendet ka njëherë edhe në mësimet fetare, që thuhet, domethënë diçka është e caktuar për neve. Tash ato përmend edhe ajo martesa, për dole nisem kështu konkret në ato, ka njerë martesa, nëse diçka është e caktuar në momente të caktuar, ti ki me reagu në ato që ti ki me pranu me personin e caktuar, domethënë për mu lidh, me pranu një martesë, edhe me të pyet dikush pse ke vendos kështu, ti nuk din mja spjegu. Këto unë e po lidha veç, unë po pa pas njohuri, as anej sa duhet ka ajo fetare, po as ka kjo shkencore, po veç mu më asocoj kjo pjesë në ato. Këto veç e lash vetën të lirë, me thonë një mendim timin në këtë drejtim. Sa i përket kësaj të inteligjencë emocionale, që kjo pyetja që e boni edhe Sulejmani, do të thotë që qysh me mrri na ato, unë mendoj që është një thonjë bile shumë e mirë, në atë moment kur ti fillon me i marrë përgjegjësitë komplet për gjitha veprimet tua, ti ke kalu prej fëminis në pjekuri. Domethënë marrja e përgjegjësive, sa më herët fillojmë ne të marrim përgjegjësitë për vetveten, domethënë ne veç e kemi zhvilluar një lloj të inteligjencës emocionale apo të asaj që u përmend më herët kontrollës të emocioneve. Domethënë se fëminia dihet që është shumë emocionale se sa racionale. E unë po nisna pak për veti, unë kom pas sfidat mëdha, se ne kemi jetu vetë me vllahun, unë 13 vjeçar, ai vllau 14 vjet e gjys, prind kanë jetu në Gjermani, e unë është dashur më kujdes për gjitha, për shëndetin, për pastërtin, për ushqimin, për shkollën, për smundjet, për gjitha është dashur më kujdes vetë. Edhe kam pas sfida, që nuk është tash në momenti do të thonë, po ka qenë një shkollë, cilën e kom pagu shumë shtrejt, po ja ka vlejt. E tash në ato, unë e besoj që ajo ku mu ka bo këtë që jam sot, sepse unë s'kom pas ku me leju vetën lojra sikur të moshatarët e mi e këtë, po është dashur të mirë me përgjegjësitë njerëzve ma të pjekun se sa që unë kom qenë nashta për 10 vite ma unë ma herët ju pjek se sa tjerë. E besoj që kjo, kur të fillojmë të marrim përgjegjësi për çdo veprim tonin, besoj që kjo është një stimulim apo e asaj që ne të bëhemi më racional edhe në blerje, edhe ato ta zhvillojmë një pjesë të inteligjencës emocionale. Këtu gjitha çka i thash kanë më shumë ka hona praktike, ka përvojat e mia, veç kështu deshta po të çfarë mendoj me juve. Faleminderit shumë dhe beqdar jam këtu. Isë nëse më lejon veç këtu, është super çka e prum. Unë veç çka rrok shkenca manej s'guxem me dal, atë se nuk kam njohuri. Atë, a më është veç të ta vërtetu, domthonjë çka e the, shkenca e bjen bebe që është edhe ti kur o kriju, domthonjë edhe gjatë mbar kënonës, domthonjë na morëm njohuri. Që është interesant që janë qëtë bazal ganglia, domthonjë për çat veç çati ke shtu që the, domthonjë po pasi që nuk është e lidhme, domethënë direkt me pjesë prefrontale të korteksit, por edhe me pjesë domethënë që ja jap një verbalizim me jap një emën, është domethënë nuk mundesh me kallëzu çka po don ose ç'është apo. Ama thot shkenca që me të vërtet prej kur o nis, domethënë që ja ka nis trunë, ja nis dikun, domethënë varet çka po flasim, domethënë dikun ka 3 muaj ja nis, domethënë më formu ka pak anë kënaj, domethënë merr njohuri që bën bazal ganglia ja, që kam bet. Dhe është pur që është të cekuma më përpara është njohuri. Edhe që s'dina me adhon e emën është njohuri, sepse ti reagon momente me gjitha shka të falënderit Bebi. Faleminderit shumë Bebi, ishte një pyetje jashtëzakonisht në rezume shumë e mirë, Xhaviti ka fjalën. Urdhëroj nderuar. Mbrëmja mirë, ju e gjithë. Fadil, kënaqësi me dëgju legjeratat e tua. I kam dy pyetje të vogla për inteligjencën emocionale.
A është nëse inteligjenca emocionale pretendohet me qenë apo tjetë një aftësi rregulluese e emocioneve, atëherë kush e rregullon rregulluesin? A ekziston një meta emocion që vendos hierarkinë e kontrollit emocional, apo inteligjenca emocionale është vetëm një cikël i pafund i feedbackut neurokognitiv pa qendër kontrollit, duke e bërë konceptin teoretikisht të paqëndrueshëm. Çka mendon? Super. Super. Më lërë veç vetet unë japet. Dhe se jam su, është puna vet, muna me folë pa të regu. Super pyetje, Gjavit, absolutisht. Është rregulluesi, do i bjen këtu. Gjavit, që kjo pjesa prefrontale që po mundohem, ndaj edhe të pyetja jote adoleshentët morrin rrezik që shumë të mëdha, nëse që qënë dëmonë ka statistika, dëmonë aty me stim të është në detaj, ata du të dhe mësu më thonë jo e në tonë kiton, dëmonë po deri dëmonë 25 vjetë, 20 po ka literatur, 22, 23, 25, dhe biju shumë i receku për para, sa ma heret morëm në përgjësi që është ma shumë pjeket edhe kë pjesa prefrontale këtu. Ta është ati që na me desh mu kajtë këtu, edhe mu më karo ka pak të ma me morë këtu përgjësit ko që heret, tonë me pëjneve, këtu besën këtë grupa shtu kështu, dikush një tru ma hërët, dikush ma vëm, po që do qoftë, Gjavet që puna e kohës, perfekt pyetje, që kjo pjesa racionale, do më thonë pjesa prefrontale korteksit, i bën, do më thonë mundohet që në lidhe, sepse aty që shë po, më qëkaj të numrat edhe njëherë, qa shumë i vi numra këtu, informata Gjavet, do më thonë që është shumë e pa mundshme, do më mësë me reagu. Dhe nëse ne nuk ja dhom një troku, që që prej këtu qacionar, që me ardhë, jem të full tash neurobiologikisht, që me ardhë informata këtu, është me të vërtet problem që të nëshet reagon në efekt. Po tashtit, kush mune të me regullu, do më thonë sa ma i piqën tjetë, do më thonë na shofëm që kjo pjesë mundet me pas, do më thonë tash këtu skanerat pishiqojnë, që ka një pjesë edhe ma të rashtë për pjesës prefrontalet korteksit. Dhe që ka më rëndësi, edhe që kjo amigdala është një farë regullusi, ose që regullusi, që pite. O interesant të njerës, do më thonë që nuk mundën emocionet një farë forme me i kontrolu, do më thonë, është kjo pjesë është shumë ma e zhvillun, me rritshme, do më thonë. Po tash njerës të këta mangë që jenë këto, do më thonë, nazi, do më thonë, disa rinjëtet e negat të fala, ku ta dion dhe mund të meditu. Kam po interesant që pjesa prefrontale o rrit e tyne, do zvoglu e amigdala. Që kjo pjesa ku neve shumë në jep, a njeri që e ka mytë grunë, që thash për para, që kjo pjesa ka rëmbu të trunin, për shambull. Ose, në falë, do më honë para se mu piq trunin. Na kujtojmë para se mu piq trunin, është do më honë në adoleshentët, po bjen deri 25 vite dikun. Do më stash po do me qartas në qitë pjesë ku të edhon jetu e më Zvicër, ku jenë shtjelën të mija më pa më, po më vje keq me thonë, do më thonë. Ashtu është, janis 5.000 të parit, do më honë që kjo pjesë nuk sepse nuk ka morë përgjësi si dhe biju me 14 dikun, ose si Fadili, ose si Gjaviti, ose që shumë, si Isa, si Natan të tjerë, do më thonë që kemi morë herët, ose anë, do më thonë nësi. Do më thonë nuk adën environmenti, do më thonë rrethi, edhe fatmirësisht që jena këm pas mundësi të mive, do më thonë me mundësi po, ka pro edhe ka kontra, që që tha shumë jeve biju. Me atë pjesën, do më thonë, se nëse se mërë të përgjësim, do më thonë, disë më është me morë veç rëzinet, çdo herë vetëm ato qërshijat mitorda që gjithojnë, do më thonë. Po Gjavet me roma shkurt, puna e kohës, po pjesa prefrontale korteks, mundet me regullu. Është një bashkëdëzim, po edhe kjo amigdala duhet mu zvoglu, me mësu, me thonë, pastaj edhe tjerat, tash edhe dhe unë e zotit, po të njërë shire që është me thonë, por do më thonë që ardhë, se ka unë shkencore, do të thëtë,
gjenetika rrethjen aton këton, është një studim që ore përsërit po i pari, nashta në ndihmon pak, edhe aty në Stanford apo. Domethënë edhe njerëz kanë qenë në environment me një ton, domethënë jo njerëz diçka që ku ta diun disavantazhuar prej pjesës sociale ose ekonomike. Pjesa dërmuese të profesorëve të Stanfordit vet, edhe i kanë vetë që apo dën një melmes, një embelësirë që tashtit, apo do me prit fëmijëva 4-5 vjet, 5 vite më duket, dikon kindergarten, parashkollor çka janë. Apo dën një melmes që tash, një embelësirë, çka do qoftë, apo po dën marshmallow i thonë, embelësirë diçka po. Edhe apo dën me prit e me marr 2 mas 15 minuta. O interesant ata që s'kan pas durim me prit, që shtat për para durimi, ose plet që ka thonë sabri, ka selametin, durimi, ata kanë thonë për du një melsin tani. Dhe është një studim i gjanë, i lartë. Mas 30 viteve i kanë pyet, janë shku, i kanë shiqu, domethënë çka bë me këta fëmijë. Domethënë, dhe ata që s'kan pas durim më shumë e kanë kanë pas telashe me dohan, me alkool, me drogë, sesa ata që kanë pas durim me prit. Domethënë këtu po na kallëzon në një formë natyrisht familja, po ata kanë qenë njëjtën, tonë fëmijë gati profesorëve aty. Domethënë edhe çdo bab nona nuk më mësua ata fëmijë, tonë na mërmenja, po është edhe domethënë dikush edhe që inteligjenca emocionale, domethënë mundet më arrit, domethënë se më zhvillu dikon mas 25 viteve, derisa të vdesim, po tregon që edhe këta fëmijë të vogël kemi domethënë variabla, domethënë kemi ndryshime. E këtu është gjenetika, edhe shqip me thonë dhona e Zotit, s'po dini se në shkencë ku s'mundesh me shpjegu, çdo sen, unë jam marrë shpesher në morit edhe në emergjencë atëherë, por edhe në shkencë, tash që ki disa gjëra që s'po mundet njeri me i. Pasi është Zoti universi që është dëmë, po. Faleminderit Fadil shumë. Besoj që Xhavit po më ma shkurt, po prefrontal pjesa na duhet, po edhe kjo pjesë, domethënë. Nëse na mundu me zvoglu. Faleminderit Fadil. Veç një thonje, më falë Xhavit, veç një thonje lidhe me sa shumë shkurt edhe për Nali. Kur unë kam pyet që shpjegon motivimin, unë gjithmonë e kam thonë këtë formë. Kur njeri ona racionale e trunit e bind ata emocionale që së bashku të shkojnë edhe ta kryjnë një punë. Do thënë kjo është forma e mirë. Ona racionale e bind ona emocionale. Se mësë me desht ona emocionale me lëviz, s'ka mundësi ona racionale me bind. Po ne të mësohemi gjatë jetës që ta bindim ona emocionale. Më falni se pengua pak. Kjo për vetë, ja, është perfekt. Faleminderit Xhavit. Ty të kemë udhës. Ka dhe dikush tjetër në pyetje? Po, unë jam. Urdhoj nderuar. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje nderuar profesor Fadil. Shpresoj të jeni mirë. Faleminderit. Unë jam një ish student juaj, i mahershëm 5 vite më herët kom kryer një trajnim, 2 trajnime në fakt për inteligjencë emocionale dhe leadership. Për sa i përket pjesës inteligjencës emocionale nuk kam pyetje, për arsye se jam i përmbushur. Shumë ka përmbush kjo pjesë. Unë jam student i psikologjisë profesionale në Universitetin e Tetovës. Aktualisht kam përfundu psikologjinë, vetëm se më kanë jetë edhe 3 provime. Mirë po, jam edhe kam kryer edhe një deg tjetër, siç i thënë, deg të arkitekturës, të interior designit. Edhe këtu kam 4 vite përvoj pune. Edhe tash ju mundu ta kombinoj pak psikologjien me pjesën e interierit. Do me thonë atë pjesën e ndjenjeve, emocioneve që t'i lidhi me objektet, klientët. Sa i përket pjesës neuromarketingit, kam një pyetje për shembull. Në një fjalë duhet ta ndërlidhi këtë se klientët e mi çdo herë i bëjt dashuron me objektet e tyre, me atë hapësirë që e kanë, se nuk mund shtyllat ndryshohen, po marrë parasysh se mund ta mobilojmë çfarë do lloj stili që mundet, mirë po nuk mund. Edhe unë i them gjithmonë dashuron që edhe kur qëndrojnë në shtëpinë ose në atë apartamentin, qëndrojnë me një mënyrë shumë të rehatshme edhe të ngrohtë.
që ndjen emocionalisht e jo inteligjenca emocionale filloi të punojë tek ata. Midis familjarëve ose çiftit ose edhe miqve që do vinë atë komunikimin atyre. E unë se për këtë pjesës neuromarketingit, për shembull, kam klient që duan të lidhen me produkte, ka produkte për shembull lloj-llojshme. Unë për shembull punoj me pjesën e drunit më shumë, se për këtë më prodhimin e drunit, si ta rregullojmë, ta mobilojmë dhe ta përshtatësim. Mirë po, ka persona cilët nuk ju pëlqen shumë. Mirë po, në atë mënyrën se si ju shpjegoj emocionalisht, edhe i mundom se ajo çdo shtëpi ku ka ngjyra të tokës ose ku ka ambiente diçka drunit përfshirë, ajo shtëpi ka jetë brenda. Edhe unë për këtë isha një këshill për juve, çfarë më këshilloni si pyetje e kam që unë të vazhdoj në këtë profesionin tim, që e kam lidh interior dizajnin, dhe me thënë arredimin e brendshëm dhe psikologjia. Kaq kishem për këtë. Super, hej, është në sitcom, kemi këtu lavdrim, më kujtohet me profesorëve Bion kemi qenë para 2 vite, ku shkon vetë, 2-3, se o bon. Jemi taku në Tetov, kujtohet po. Jemi taku atje edhe ke qenë këto kurset po. Përgëzoj për studimet, për respekt që ka, absolutisht. Prap do të marrë të ky truni që tha, edhe është perfekt. Tash gjitha që ato neuromarketing, do më thonë që ato tools, do më thonë që patëm që ato mjetit që ka janë dalë, do më thonë teknologjia, krejt që ka po mundohem, do më thonë me po është pjesa do më thonë emocionale, respektivisht pjesa do më thonë që është në vetdije, se ti besa do të me të post ty profesor lavdrim të na gjonë edhe termat adekuat shqip. Do më thonë në vetdije, apo? Subkonscienca. Po, jo konscienca, shqip, po. Okej. Faleminderit, po. Do më thonë këtë pjesën që nuk është konscient, do më thonë me mujtë se kur nuk jam unë konscient, na mundu më bëllë, do më thonë edhe bia, dhe edhe tjertë me thonë, qysh me bënë racional këtu. Nga disa gjërat që e kemi zhvillu inteligencën emocionale, si dhe biocion, si gjithë këtu, ne besojmë që disa gjëra me të vërtet, do më thonë, i vdej me racionalitet. Por, du me zgjeni edhe do më thonë, edhe të na, pa marësisht sa t'jem edhe kush do kuft, sa do përvojt ka, do më thonë, është sepse është biologjia e trunit, do më na bjen. Dhe këtë pjesë, qëfar po mundohet tash njëra marketingu me shpjegu edhe me të vërtet, po ka sukses gjitha ato, do më thonë, metoda që i pruna, ato po na tregojnë, do më thonë, se si po funksionon fiziologjia e trupit, respektivisht edhe truni vetë, para se marrë në të koscienca. Se ku të vite koscienca, unë e di, pas që është edhe dhe biodhone vetë, hej, unë pedi që pedu që të produkt, pedi ai që bëhet pedu që drun, ose pedu me, ku ta dion me gjame, jo me drun, në rastin tënë, dhe më thonë, ai e din. Po, çështja po është që ka, që të do më thonë, çka po më i bonë, çka po bonë. Pashti këtu, nuk po du me do më thonë me friksu njerëz, po tani çka është shkenca, do më thonë, kur janë njerëz sepse etika nuk i lejon me çpuni trun, do më thonë këtu dhe mundesh me motën qit. Po ata shkojnë te neurokirurgt, do më thonë flasin me ta, do më thonë edhe me pacientin, apo na lejon ku ti është jashtë kështu diçka të pri, me fut do sonda, respektivisht do më thonë do elektrode që ty edhe me këshyr çka po bëhet. Dhe ta është me të vërtet, do më thonë kim dona shkencore, edhe aja tregon është në natë, do më thonë edhe në natë funksional emerit që e pon për para, edhe aja tregon fotografin e nonës ti, ja tregon fotografin e fëmijët ti, ja tregon fotografin e një shoku ti, ja tregon fotografin, ku ta diun, në Gjertan Shaqirit, fotografin e gjakës, ku ta diun, do më thonë. Edhe për para, do më thonë, shqyqaj që të fotografia, i thët. Kurse ajnë, do më thonë e shef në kompjuter shumë mirë, do më thonë që po bon ku përshenaj gjakën ose shaqirin, cëliza janë të shku. Që po bon ku përshenaj qikjën e vetë, ose djallën e vetë, ose nanën e vetë. Do më thonë. Edhe, tonë që ti thët, mendo thët për
gjitha ato fotografi që e pove, mendo me mendu për njëndin për tyne. Ta morëm për djallin e vetë. Dhe para se me ardhë të koshienca, dhe më thonë e ati probantit që është në të, ky dhe më njëro shkencëtari, ose shkencëtarja, është e po, dhe më thonë, sepse i ka analizu cilat qeliza, dhe më thonë, në ndezën kë e po djallin e vetë. Që kjo pjesë po i bjen të ashtit, dhe më thonë që mirësisht ose fatkeqësisht që shdojnë ana, dhe më thonë, teknologjia është të avancu dhe të zhvillu, dhe më thonë që qitë pjesë lavdërim me po me qito metoda, dhe më thonë qka i vetë hala nuk është të di qka është, dhe më thonë të po, edhe të arë. Dhe ta ashtit na është fer edhe etika që thash, edhe në librin tim është etika është në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën angleze, një kapitël etik është shumë rëndësi, dhe më thonë, për neve më rëndësi që është me mujtë me, dhe më thonë, fer me shitat produkte se me të regu, dhe më thonë dhe qka vlera e tina, qka të mundën, dhe më qka me bon, qka të mundësën me bon, falë. Mirë, por në asë një mënyrë, na me manipulu ose diçka tjetra. Me roma shkurt, në vdrim, këto gjëra mundet njeri ju me ja spjeguar atina klientit. Dhe më thonë, hej, në këtë pjesë, dhe më thonë, ti nuk i ende qase ti ki ka racionalitetin aton, dhe më thonë, pjesën emocionale nuk i asë qasë në ta nuk i. Dhe më thonë, sepse me blet, ti blim për emocion që është tama. Por, që ka më rëndësi, që ajë me arë me bletet e ose të tjertë, ose të tjertë, dhe më thonë, produkti dhe të me bon një mendësi, dhe më thonë, edhe ajo pjesë bon, dhe më thonë, edhe në për neurotransmitterën, aton këton gjyrosën, del acetilkolinën, aton këton që mësi detajet të ashtit, dhe më thonë që i pelqen, dhe më thonë, produkti edhe me arë prapë me këtu. Po, me arë ma shkurt, kjo është një kombinim që shëpë spjegu ma përpara, po gjitha këto gjera, dhe më pjesa dërmuse të tyne, se na mundë me thonë që shtave bio edhe onë, mundë me thonë, ku qëkoj me bleni kërë, ose një ase, e shofë që shënë gjyra, që shë i ka frajt në aton kiton, mirë po shumë gjera, dhe më thonë, vendosin qasë dhe bio asën nuk i dim. Dhe më nuk i dim, që si dim shkencën, dhe më thonë, po edhe shkencari ma eminent nuk e di kush është, dhe më thonë, këtë pjesë nuk mundet me kontrolu, sepse është biologi. Faleminderit shumë Fadil, Ladrem shpresoj që i kënaqur me përgjigjen. Sigurisht. Gëzohemi që të kemi edhe ty. Ka dhe dikush tjetër që don të shtoj diçka apo të pyes diçka? Urdhasa. Nuk po dëgjohesh, lutemi nderuar. Hasan, Përshëndetje. Tash po. Se mu më në vishna për ndërtime, punë. Tash ku mujtë ka pak me për cilë, faleminderit shumë profesor. Unë nuk isha zgjat shumë veç inteligjencën emocionale këna posë edhe na me Valdrinin atë seminarit. Por një pyetje kisha pas si kur të arritëm na inteligjencën emocionale, si pas teorisë, po tani kem faza si bim kanë herë. Qysh e rimorëm apet? A do të më bëna i kurs ose si që është një? Së da të përket, profesori, po? Po, jam mirë. Do të vesë që të e di, jam kum pa qitë edhe atëm duke të se nuk e di a ka dhe këto, nashtë e kam që të një folje, një kësi, e që ultra kur, shpejt. Faleminderit. Nëse kam, për një që e të rekoje këtë se adën me edhe me po edhe me asi po jetë ma shumë të runga, adën që aty është, që është e vetëm që qëja e gjojnë. Nuk e pas në qitu, po nuk ka problem, e gjojnë këtu. E kom vizatu. Në veç një moment, po. Diçka është që të tëmë dhe transkribijet, okej. Më falë në veç të e loqëtë. Super pyetje. Për na që të gjitha gjera që ka e mbonë, pave dhije në atë pjesën që dërmuse, është si autoban, ju kujtojtë edhe në atë kursin atë herë duket. Dhe asan nga dishmëria, nga njëherë naturisht të the super e the, na ke mësu inteligjencën emocionale, edhe përseris ka pak e në aton kiton, po ka njëherë rreziku është të tona, edhe që spjegoj edhe bia tona dhe mund që merë me këtë punë,
domethënë në rreziku që të bim, me të vërtetë, që të shkojmë te ky autobani me 8 troka. Domethënë, sepse aty trunit nuk i duhet oksigjen edhe glukozë. Domethënë, atë çka e dim, edhe domethënë se pjesa dërmuese është jo korshiente që tha lavdrimi, domethënë, dhe tendenca që të shkojmë të super pyetje është çdo herë shumë. Ma duhet veç çdo herë me ngjit veti për hunë që thonë ta gjerman në falës domethënë. Përveshje, po. Valla Fadel, shkolla herë atje se trashe që të pjesën që ja ke nisë këtu atë. Aty o bon ka o boni si e dhive, domethënë nervopath që thonë, neuropath, edhe na dhëtë me trash. E me trash është me përsërit. Me përsërit. Edhe sa ma të ma që mbom, bom ma emocional inteligent. Sepse shumë e shofim, dikun 95% e gjitha frika, edhe këto që i kemë publikun një punim o përsërit, s'po më kujtohet kur, nuk të ndodhin kur. Edhe nëse ndodhin dikun 13 qaq kena, dikun 13% duket qaq kena resurse me asi, e dikun besi nuk e di 3% që ka më në dhimt, do më thonë me zvet. Po, që është Hasan na do të me përsërit, me të vërtet. E tash mundet me pas, tash po ka edhe si mundet me thonë edhe një app, ose diçka me thonë appit, hej, tu që në rë që tu menon inteligencë emocionale. Ose me thonë familjarve, hej, një mama që tu ka pak, gruja hem ka herë shumë ma bën, ti pis pjekën kretë botës, inteligencë emocionale, këshore ta unë ka pak, faleminderit, edhe u kri. Dje që e kumë shu brazdën aty, dhe shumë në granitë, Pytin Kosovën, nisë shqiptare, rëmbrast. Po dje që e kumë shu brazdën ka herë. Që s'dja Hasana, na do të me përsërit. Pa përsërit na ikë. Se shkojmë të e më shmja. Shumë faleminderit. Shkojmë të e më shmja. Faleminderit Hasan, faleminderit Fadel, ka dikush ndaj shtesë, në i pyetje? Urdhë. Unë veç deshte se profesor Fadile përmeni që tash një sen shumë të rëndësishëm, shumë shpejt e kopa, se edhe shkoj shpejt, po e kopa shpejt, veç të sigurohem që a është qashto. Dhe ato e përmendi që për ne me bo një veprim të përditshëm që jemi mësu me bo çdo ditë, truni nuk ka nevojë për oksigjen dhe glukozë, e ka mësu ato dhe këtë. Në më thonë tash për me bo diçka tre, truni ka nevojë për oksigjen edhe glukozë. Në më thonë që gjithë tash të kemë parasysh që ne nëse dëshirojmë me ndërru rutinën, apo me po diçka tre. Në më thonë besoj që kjo është te për rëndësishëm, sësh shpejt kështu më shkoj, po dhe ta sigurohem a është qashtu ajo. Perfekt, bebi, edhe çdo herë na vjezon. Ajo na vjen çdo herë zor. Na do të mu përgatit super atëse bebi, me të vërtet na vjezon, pavarësisht sa shumë dim. Se që ajo çka rutinë që është 5 edhe 5. Atë në bojnë 10. Me thonë dikush mas gjysës notë, më thonë gruja më nxerë gjumin, thotë so bojnë 5 e 5, e di. Po që tash ju më vetë mu tonë, do më thonë, so bojnë 785.774 herë 67.207, herë 67.506, pjestu me 67.304, kena problem, edhe që do më thonë në zdita s'ka veta tash për shembull. E qaj është, bebi, ku po na të regon edhe një herë se super më shtin edhe herë që ato me qetë, se ti njërës të meshëm të shtin do më thonë seneve të mira, që ajo po është e njëjtë apet, s'po kom qare pa i thonë këtina pjesës prefrontale, po shifet sa i mangët është. Se na jena në është 1% përgjësin të erbotën e se dhe me do më thonë me krasu, po shifet sa i mangët. Ai operacion matematikor na qet neve edhe që koqa e di matematikën, na qet problem. Po shifet mangësia e pjesës prefrontale, do më thonë që në ekuacion me do më thonë me inteligencën emocionale. Po shumë mirë atë ceke, bebi, absolutisht, e duhet. Do më thonë, tash nëse i him që ati operacioni matematikor, besë që më vjen vështirë. Dhe çka bojmë, shumica njerëzve, 99% thonë vallahojnë të lëmë se vështirë. Sepse i duhet shumë oksigjen edhe shumë glukozë. Dhe senet e vështira, ti e ke thonë çdo herë, e thu edhe gjithna këtu, që ato na çojnë përpara, ku me të vërtet vështira. Faleminderit shumë, Fadel, faleminderit shumë, bebi.
Dikush tjetër, ose gati se ju kemi afru fundit, ka dikush ndaj pyetje, besoj që jo, a? Unë sa përfund, në bazë të asana që e thati, se ti rumbullaksove shumë e zhanët, edhe me një rezume të shkurt që të më thonë, neve si popull, si kom, po na vëj ka durimi, po na vdash ka ndershmëria, po na vdash ka kompetenca, po na vdash ka frymëzimi, po na vdash ka edhe përullësia, edhe po na vdash ka edhe me pas një aftësi konsultimi që me qenë ndoshta një lider deri diku i kompletum. Sa i pajtimit me këtë thonje time, edhe a kemi ne mundësi, ne shqiptarët, duke e pa gjendjen faktike, politike, momentale, sa kishme mujt, ose sa kishe mujt ti me këtë mësim në Parlamentin e Kosovës me mujt me ndiku diçka që ata që janë në procesin e vendimarrjes, me pas aftësi organizative, me marrë përgjegjësinë, me pas durimin, me pas komplet atë pjesën emocionale, po edhe të e pas edhe bagazhin e popullit që mos me ndiku ata për shembull ana vetjake ose ana personale ose interesat personal, po interesi global i gjithë neve vendosin. Faleminderit shumë mirë për mbledhje. Na ju kemi thonë isë me të vërtet, po unë besoj që shumë na si pak, janë si individ absolutisht kur jo vetëm, po si pak kem me të vërtet shumë. Sidomos se ti tash mu drejtove bashkë në këtë pjesë, me vebin që një kohë gjatë të më thonë një ndgash me çdo sen, i kem qitë edhe në i pak, çdo kush do më hunet e në përgjitha. Edhe për para se me tash padesh më që shfaqësu, po këtë përgjësi do më hunet këm pas, edhe për para që e disha që tem do më hunet që ja spjegojsha njerëzve, edhe në PhD do më hunet në kanal që një pjesë, që një gjatë 12 vite e bo, ju këmë dhonë në për, do më hunet edhe në për kanalet ndryshme njerëz që një ofsham, për meset e Ramadanit atëherë, aty konkretisht me thonë qysh me jam mësu edhe në për situatat ndryshme. Do më thonë sepse ka negociata ku janë shumë shtira që ceke, ti din që kem pas se kanë me pas halajën aton kiton, mu pregatit ata njerëz, pavarësisht na mes na përmend kërkosh apo rreth, se s'kish punë. Ne na intereson vetëm rezultatet më kon. E kish shumë ujt, me të vërtetë që tash patesht me dhon hayat përmes Akademisë Shkencave të Leadershipit Zvicër, do më thonë, jo vetëm përmes meje, po edhe tjerëve që janë këtu, se ka, do më thonë, edhe shumë tjere, do janë Sulemane dhe tjerë, do më thonë, një lufin. Kanë qenë, do më thonë, për disa, tash adin se na dhëtë me mojtë në shëftësi tonë, anik njëna, po njërës me të vërtet që Evropën, që atë ku, që shtë ta kanë silë, po di fjalla, do më thonë, që mes tina shumë, po mu në misë, si pak, unë besoj në çdo aspekt. Ka shumë nevojë, mu po mlam zemra çdo herë, ku pishohet që tjetë për marrin ato, edhe na nuk për marrim. Edhe jo vetëm këtu, se këtu na duan çdo kënd, po shumë gjëra tjera, ato serat mrekullueshme të Çibjen, Sulemani, Bebiu aty, Hasani, lavdërimi, njerëz Xhaviti, gjitha, Arnesa tash këtu tonë, mu më pëlqen shumë tash më kujtohet kur ka ardhur në kurse, Agimi vëllavi jam po më thot po çaj s'dita çka pas ka ardhur. Tash çore, njerëz të mëshëm, domethënë duhen edhe më shumë, çaty është po më merr çaty pa problemi. Problemi është kur njerëzit nuk e dinë që nuk e dinë. Ashtu. Unë jam student, që kuna çdo një ju mundona më mësu. Amo me i po kujtis është apeli apet, aden që në tonë më stutën për burat, dhejtë e motra e nonat tonë në tonë këtë onë, që më shkujmë veç më burni, po kolegë dhe kolegë në rumë, dhe më thonë, na veç qef keme ndihmu njerëzimit. Kuptohet. Si amorëm kur që. Keni eksperta autokton drejt, dhe më unë autokton tonë jëmë, po ndërë shpis, dhe bion atje, lavdrimin, atje, dhe më unë Macedoni, dhe më unë trojet shqiptare, neve tjerve, dhe më unë jëmë të fjollë veç qita që do se kena, dhe më unë një pak,
Po, Shpresojmë që një ditë ndodhi bashkimi edhe më i madh i gjithë neve dhe kemi aty ku synojmë dhe ku e kemi qëllimin tonë. Unë ju kërkoj falje pak se ndoshta ka pas disa ndërprerje të zonit po pas kohe, po shpresoj që prapë gjithçka ka qenë rregull, edhe falenderoj normal edhe Arnesën e cila bën një punë shumë mrekullueshme gjatë gjithë kohës dhe përgatitjes webinareve gjithmonë para çdo muaji, dhe shpresoj që gjithë ne kemi marrë diçka me vete. Unë shpresoj shumë që secili nga ne ka marrë diçka një pjesë shumë të mirë me vete, edhe do të zbatoj që nga nesër, përfshirë edhe mënyrën e frymarrjes edhe lirimin e frymarrjes që na mësoi Fadili, që shpresoj që do ta praktikojmë gjithë ne. Unë nuk kam më tepër, ju kisha dhënë fjalë edhe njerë Fadil nëse gjithë diçka me shtu mirë, për ndryshe do ta shpalli webinarin të mbyllur me një dëshirë të vetme që gjithë jeni mirë edhe deri në webinarin e ardhshëm, por Xhaviti si duket ka diçka të çtoj. Kur do Xhavi? Po Fadilin kisha pas dëshirë, Hasonin edhe Sulejmanin me pas kur të mbyllet webinari. Okay. Vetëm për 3 minuta, Fadil. po, edhe vebiu është po. Po, pa problem. Okay. Po ku të mbyllet na përmbesëm këtu, lavdërim, shumë faleminderit tani Isa për leadershipin ton. Atëherë unë këto po e nolli incizimin. Okay. Ju përshëndes gjithë dhe kalofshi mirë, miru pashme hera